Përshëndetje, mirë se vini në Breaking, do t'jemi bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm me një bisedë me avokatin e njohur Tom Gashi rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë. Mirëmëngjes avokat, kënaqësi t'ju kem në Breaking. Mirëmëngjes Jori, faleminderit për mundësinë. Ka kaluar tashmë një muaj nga zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe ende nuk kemi një rezultat konkret, madje është marrë dhe një vendim që do të rinumërohen 177 kuti. Çfarë pritet të ndodhë me koalicionet? Po duket që kjo është një praktikë dhe aq e mirë e KQZ-s, sepse në zgjedhjet paraprake vitin 2021 ka qenë faktikisht kanë kaluar më tepër se 51 ditë kur KQZ-ja i ka certifikuar zgjedhjet e atëhershme. Tani, siç e thatë edhe ju, ka kaluar më tepër se një muaj dhe 2 ditë dhe ende nuk kemi rezultatin përfundimtar për arsye procedurale, por edhe për një arsye siç e thatë edhe ju, të rinumërimit të mbi 177 kutive të votave, ato që kanë ardhur nga diaspora, ato që kanë votuar persona me postë dhe një pjesë e personave me aftësi të veçanta. Besoj që duhet ta dimë që kanë dalë edhe probleme jashtëzakonisht të mëdha brenda vetë partisë, brenda LDK-s, saqë në ushtri po kontestojnë njëri tjetrit kinse për vjedhje të votave brenda partisë dhe kjo situatë sigurisht që duhet sqaruar sepse pa marrë parasysh që aludimet janë që dikujt ja ka vjedhur votat brenda LDK-s, sido që tjetë këto janë çështje serioze, duhet verifikohen dhe nëse ka keq përdorime, atëherë me persona përgjegjës mund të ketë punë edhe prokuroria, edhe paraprakisht policia. Ndërkohë që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka hedhur akuza të forta për Serbinë, duke thënë se ka ndërhyrë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por ka patur shumë syresh që e kanë cilësuar këtë deklaratë të Kurtit si një lojë të brendshme të tij. Po, ajo që është vërtetuar, jo vetëm nga Kurti, po paraprakisht e kanë thënë monitoruesit e Bashkimit Evropian dhe që kanë qenë më tepër se 100 persona, pasi që ata i kanë konsideruar zgjedhjet Kosovë të rregullta, kanë konstatuar direkt se ka pas ndërhyrje të Serbisë dhe direkt të presidentit të tyre Aleksandar Vučić, i cili përmes makinacioneve të tij ka bërë faktikisht situatën që një pjesë më e madhe serbe të votojnë listën serbe, e cila serbe në Kosovë po them, e cila është faktikisht një marionet në duart të presidentit të tyre Vučić dhe kjo është dokumentuar edhe në Bruksel nga ata që kanë qenë në Kosovë. Është konfirmuar dhe është vërtetuar edhe është thënë, po ashtu nga zyrtarët e Brukselit, Bashkimit Evropian, që ka qenë kështu, se ka qenë ndërhyrje është konsideruar edhe deklarata e Grenelit dhe këta dy faktikisht kanë ndërhyrë direkt në zgjedhje, mirë pa ajo që ne na brengos më tepër është ndërhyrja direkte e Serbisë, sepse thjesht themi nuk po i lënë rehat serbët në Kosovë që të votojnë të preferuarit e tyre dhe me makinacione qoftë themi kështu me lek që po i blenë, faktikisht po ju kurzon apo i ka kurzuar që ta votojnë listën serbe për të marrë ndihma sociale dhe kjo është lehtësisht është identifikuar nga policia jonë. Kjo ka qenë edhe arsyeja e mbylljes së disa prej zyrave në të cilat ata kanë marrë të ndihma sociale, sepse është vërtetuar përmes SMS-ve, përmes telefonatave që i kanë kërcënuar serb dhe një pjesë të tyre i kanë njohur me pensione që kinse do t'ja ndalin dhe respektivisht ja kanë dalur nëse nuk e votojnë listën serbe. Pastaj ka pas edhe ndërhyrje brutale do të tek partitë e tjera serbe që veprojnë ligjërisht në Republikën tonë, Republikën e Kosovës, sepse vetëm lista serbe është direkt e kyçur me Beogradin, me Serbinë, me Vučićin, të tjerat janë parti, themi kushtimisht parti normale, të cilat e pranojnë realitetin dhe trysnia më e madhe ka ardhur për zotin Drašić, Nenad Drašić, i cili është edhe ministër në qeverinë Kurti dhe kanë bërë gjithçka që ai të mos fitoj qoftë edhe një mandat, mirë po e kundërta votuesit e kanë votuar atë dhe ka një mandat themi në Parlamentin e Republikës Kosovës. Është pak për spaku, po shifet se kur është zgjedhja e lirë, kur është vota e lirë, nuk do të thotë që gjithmonë të votohet lista serbe nga serbët lokal të Kosovës.
është mohuar në mënyrë kategorike, është përjashtuar fakti që Lëvizja Vetëvendosja mund të bëjë koalicion me listën serbe, do të bëjë koalicion është e gatshme me pakicat e tjera, por në mënyrë kategorike jo me listën serbe. Ndërkohë që të tjera skenare, ne i kemi diskutuar edhe më herët, avokat janë hedhur sidomos ditët e fundit, dhe një prej tyre është një bashkëpunim i mundshëm me LDK-n. Nga ana tjetër, Lumir Abdigjiku ka theksuar që ne nuk bëjmë koalicion me vetëvendosjen, por nëse vjen puna për të bërë koalicion me partitë e tjera opozitare, kërkojmë me insistim postin e kryeministrit. Është e qartë dhe pyetje shumë e rëndësishme juaja, Fiori, besoj që fillimisht me listën serbe nuk do duhet bëjte koalicion askush. Dhe kushdo që ka bërë më herët koalicione me listën serbe, thjesht me lek Kosovës e ka damtuar rënd Republikën tonë. Kështu që Albin Kurtit as që i shkon ndërmend dhe thotë që eventualisht bëj një koalicion të tillë, sepse është i damshëm dhe është vetvrasje edhe politike, por është edhe vetvrasje e interesave të Republikës tonë. Republika Serbe, lista serbe është e lidhur direkt me Republikën e Serbisë dhe asgjë të mirë prej saj nuk mund të presi. E sa i përket kryetarit të LDK-s dhe disa të tjerëve që po thonë që ja kanë mbyllur derën Albin Kurtit, unë besoj që fillimisht duhet dikush trokas në derën e tyre. Dhe deri me tani as që ka trokitur Albin Kurti dhe as që i ka ftuar që të bisedoj me ta lidhur themi me një marrëveshje eventuale për të bashkëqeverisur. Unë po e them atë që kam thonë shumë herë edhe në misionet e juaja, këta menziq presin. Do thotë që Albin Kurtit ja jap shansin që të bashkëqeverisin. Dhe kjo në prizmin tim nuk do të ndodhë. Ne faktikisht jemi ende larg përfundimit apo numërimit të votave përfundimisht, pastaj KQZ-ja do duhet i certifikoj këto dhe paraprakisht nëse dikush ka ankesa mund të dërgoj thjesht padi apo kërkesa që edhe gjykatat merret me çështje të tilla dhe pas numërimit definitiv, pas certifikimit, pas daljes rezultateve përfundimtare, mbyllja faktikisht e të gjithë kësaj procedure që është pak a shumë edhe e rëndë, edhe vështirë dhe kërkon kohë, atëherë duhet themi që qeveria do të formohet nga Albin Kurti dhe sigurisht që intenca është që të formohet me pakicat të cilat jetojnë në Kosovë, por jo me listën serbe, dhe pastaj nëse nuk arrihet numri që duhet jetë dhe që në kuvendin e Republikës Kosovës kjo vërtetohet që është numri përkatës i deputetëve që duhet të jenë mbi 61 apo jo, atëherë apo paraprakisht Albin Kurti, Lëvizja Vetëvendosje mund të negociojë me dike që të ketë numrat për të formuar qeverinë Kurti 3. Ajo që dihet definitivisht është që qeveria do të jetë e Lëvizjes Vetëvendosje dhe që kryeministri do të jetë Albin Kurti. Dhe këtë që po e thot faktikisht kryetari i LDK-s, ne nuk duhet ta marrim shumë seriozisht, të gjithë thonë ndryshe, veprojnë ndryshe dhe e kanë shpikur për më tepër se 25 vite Fiori një fjalë magjike që gjithmonë kur në fushata parazgjedhore kritikojnë njëri tjetrin, e shohin njëri tjetrin, ne kemi pa për shembull një kryetar të një partie të vogël që është në opozitë Kosovë e që është shqiptare dhe që çdo ditë e quhen Albin Kurtin si spion i Serbisë, si spion i Rusisë, kanjëherë i përzihen do të. E keni fjalën për aleancën për ardhmërinë e Kosovës apo jo? Për të sqaruar edhe teleshikuesit. Zotin Ramush Haradinaj direkt. Dhe do thotë këto epitete nuk i bëjnë derë atij dhe po që se nuk do të ishte nisma dhe partitë të tjera të cilat janë bashkuar në një koalicion, aleanca nuk do ta kalonte fare pragun dhe tani dihet që ka fituar diku rreth 3.5% të votave me 9 shkurt që i bie se nëse nuk do të fitonte 5% do të mbetet krejtësisht jashtë parlamentit dhe nuk do të kishte asnjë deputet. Kështu që ky koalicion e kaloi faktikisht bashkarisht pragun zgjedhor, mirë po duhet themi që është dëmtuar rënd edhe nga këto deklarata të cilat janë fyse, të cilat nuk e çojnë askund, do thotë asnjë votues nuk e motivojnë që të votojë ata të cilët fyejnë rënd kryeministrin Kurti për gjëra të cilat nuk janë në nderin e tyre dhe që është paksa një lloj çmendurie e veçantë. Sido që të jetë, votat do të sigurohen dhe po e them për secilin parti politike, cilës do që në mënyrë hipotetike i ofrohet Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti, këta do të pranojnë. Pa marrë parasysh që çojnë mesazhe të tilla. Duke përfshirë edhe LDK-n pas kësaj deklarate të fortë të Abdigjikut?
po edhe LDK-n, edhe PDK-n, edhe AK-n, edhe të gjitha partitë faktikisht. Nuk besoj që vetëvendosja do t'i bëjë një ftesë AK-s, apo ja? Jo. Po thëmë të gjitha partitë të cilat i kanë humbur zgjedhjet, sepse është paramendone që i kemi deklarata çdo mbrëmje në për televizione që thonë që lëvizja vetëvendosje i ka humbur zgjedhjet, kur ka numrin më të madh, faktikisht dyfishin e secilës parti tjetër e cila nuk është as për afër Albin Kurtit të lëvizjes vetëvendosje. Këta i kanë humbur zgjedhjet, të gjitha partitë opozitare i kanë humbur. Nëse do të garanin me një koalicion të përbashkët, atëherë situata kishte me qenë ndryshe. Saqë kjo e vërteton që ata as mes veti nuk i kanë raportet aq të mira, sepse nuk kanë mund ta gjejnë një qelës të përbashkët që të garojnë të gjitha partitë opozitare si një blok politik dhe atëherë situata. Cila do të ishte zgjidhja përfundimtare e Albin Kurtit për të krijuar qeveri? Mendoj që duhet presim edhe pak kohë, duhet presim definitivisht certifikimin e zgjedhjeve. Pastaj, sigurisht që do të ketë edhe oferta qoftë nga Albin Kurti apo nga dikush tjetër që t'i bashkohet lëvizjes vetëvendosje nëse nuk arrihet numri i deputetëve prej 61. Mirë po, duhet ta dimë që në lojë është edhe zgjedhja apo vazhdimi i presidentit. Unë besoj që presidentja Vjosa Osmani do duhet ta vazhdonte mandatin e saj për shkak se ka bërë punë shumë jashtëzakonisht të mira dhe ka përfaqësuar denjësisht Republikën e Kosovës në gjithë rruzën toksor kudo që ajo ka qenë për këto 4 vite. Dhe me siguri që apetitet për ta marrë postin më të lartë Republikën e Kosovës të presidentit apo presidentes janë aq të mëdha saqë dikush dikush del edhe shumë qesharak. Do thotë që edhe nëse i ofrohet posti i presidentit nuk do të bashkëpunoj, nuk do t'i ofrohet Albin Kurtit pa folur askush për te. Do thotë ta janë disa mashkuj të fuqishëm në Kosovë, pra janë thjesht shashka le të them që hidhen publikisht apo jo? Po, publikisht unë po flas. Gjithçka që flasun është publike, jo asgjë nuk është që nuk është publike dhe që nuk është lehtësisht e vërtetueshme. Do thotë është njëjtë sikur unë flas me ty, televizionin e juaj, që është shumë i shikuar, që të them në mënyrë hipotetike, për thëmë nëse do kisha qenë kryetar i partisë opozitare, që të them o mua edhe nëse më ofrohet posti i presidentit, unë me Albin Kurtin nuk do të bashkëpunoj. Që i bie që qoftë signale për më tepër se 4-5 vite që e shohin ata vetveten në ëndra që do të jenë president Kosovës, por kjo thjesht ka kaluar. Manipulimet që janë bërë më herët para vitit 2021 kanë qenë jo serioze, saqë në situata të tilla dikush e kritikonte edhe PDK-n, edhe LDK-n, edhe gjitha partitë tjera dhe pastaj në momentin e parë që i ofrohet një shans të bëhet kryeministër, thjesht me një telefonat nga Shqipëria pranoi. Po të flas për këta tonë, do thotë që ishin në takim me Ilir Metën dhe në atë moment që ju bën një ofertë nga PDK-ja, njëri prej atyre që njëjtë fliste që kur nuk do të bashkëpunoj me ta, thjesht pranoi postin e kryeministrit sepse janë të tillë, ta e duan pushtetin jashtëzakonisht shumë, mirë po është rëndësishme që të dihet që e ka dëmtuar Republikën e Kosovës jashtëzakonisht shumë dhe qytetarët e Republikës Kosovës nuk janë më ata që kanë qenë përpara kuptimin e mentalitetit, gjithçka ka ndryshuar dhe kush punon për Kosovën dhe kush nuk ka bërë punë të mira, fare letë mund të dihet sepse Kosova nuk është edhe Sakina, secili mund të shkojë cep më cep dhe për t'i parë punë të mira që i ka bërë qeveria Kurti 2 dhe pastaj janë menduar paraprakisht se kënd do ta votojnë dhe edhe këtë herë e kanë votuar në shumicën më të madhe lëvizjen vetëvendosje. Dhe për të kaluar pak tek siguria në Kosovë, ne kemi diskutuar edhe më herët që forcat e sigurisë Kosovës pa diskutim që janë forcuar ndjeshëm, ka investuar shumë në armati me qeveria e Kosovës, ndërkohë që pas Bosnjë e Hercegovinës, shefi i NATO-s pritet që të vizitojë Prishtinën. Cilat janë arsyet e kësaj vizite, duke qenë se dhe situata, le të themi, në Europë është e brisht për shkak të përplasjeve të Amerikës me Vendet e Bashkimit Evropian, tashmë dihet që moll sherri në një farë mënyre është kthyer Ukraina, por të gjitha këto duket se po sjellin pasoja edhe në Ballkan. E qartë. Fjori, fillimisht duhet ta dim që zoti Mark Rutte, sekretari i NATO-s veç është në Prishtinë.
Ai ka ardhur dhe sot do të ketë takime me presidentin Vjosa Osmani, me kryeministrin Kurti, sigurisht që do të ketë aty do të jenë prezent edhe ministri i mbrojtjes dhe të gjithë ata që janë të nevojshëm për të dëgjuar se çfarë po i thot ai lidhur me situatën para shumë të ndijeshme që është një lloj zgjidhërore që po e krijon Republika Serbe në Bosnjë. Do thotë ne kemi pas zyrtar të lartë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe sekretarin e shtetit amerikan, ditë më parë që tha që gjendja në Bosnjë nuk është si në vitin 1992, atëherë kur filloi lufta në Bosnjë dhe që për ta ndalur këtë kasaphane që bënte Serbia dhe që i vriste vetëm për shkak të përkatësisë së tyre nacionale, njëjtë siç kanë vepruar edhe me ne shqiptarët, atëherë u bë një takim në Dayton të SBA-ve në vitin 1995 dhe u gjetë një zgjidhje që Republika Bosna dhe Hercegovina faktikisht të ndahet në etnitete dhe kjo Republika Serbe është faktikisht një kancer i Bosnës dhe nuk po e lejon që ky shtet të zhvillohet, e që është edhe më keq, ata po pretendojnë dhe po kërkojnë gjithmonë me këtë presidentin e tyre Dodik, i cili është në listën e zezë të SBA-ve, që ta shkpusin Republikën e Bosnjës dhe t'ja bashkojnë Republikës së Serbisë, në atë kuptimin e formimit të Serbisë së madhe. Dhe duhet ta dimë që ky para shumë duket ky person jashtëzakonisht i rrezikshëm për stabilitetin në Bosnjë, veç me 5 mars të këtij viti, para pak ditësh, po i bie, për më pak se një javë, kanë nxjerrur një dekret me cilën i ka shpallur jo kushtetuese të gjitha gjykatat, të gjitha prokurorit, si dhe hetuesinë që janë brenda territorit të Republikës së Bosnës dhe Hercegovinës, që ata kanë të ndaluar të veprojnë në territorin e Republikës Serbe. Pse po e them këtë? Do thotë po e shihni se çfarë bëjnë ata në kuptimin e zgjerimit të kompetencave që fare nuk i kanë. Dhe po që se ndonjë shqiptar, po që se dikush me mendje jo të shëndosh, do të lejonte, do të nënshkruante një zajednicë, një asociacion me kompetenca ekzekutive për veriun e Kosovës dhe për 10 komuna serbe, me shumicë serbe, kemi thënë shumë herë që shumica prej tyre janë fshatra me nga 10 shtëpi, e ndoshta pak më pak e pak më shumë, atëherë kompetencat do t'i merrin ata sepse kështu do t'i shohin. Do thotë për këtë arsye ishte i detyruar sekretari i NATO-s që të shkojë në Bosnjë dhe që të bëjë takime të rëndësishme, meqense është edhe baza e NATO-s atje, dhe që mos lejoj faktikisht manipulime të tilla të këtij Dodikut dhe që mos lejoj bashkimin e Republikës Serbe në Bosnjë me Republikën e Serbisë, sepse do të ishte një çështje zgjidhërore që do të shkaktonte trazira në Ballkan. Për të njëjtën arsye do të thotë ka ardhur edhe në Kosovë, dhe sigurisht që atë çfarë do t'i thotë presidentes dhe kryeministrit dhe të tjerëve është që të ruajmë stabilitetin dhe kërcënimi direkt vjen nga Serbia. Ne jemi shtet paqësor, ne jemi popull paqësor, po kur e keni fshin kaq të poshtër, kaq të jemi kështu permanent me tentativa për të marrë territorin tonë, siç është Serbia, atëherë thjesht ne duhet të armatosemi sa më mirë, sa më shumë dhe sa më shpejt, gjithmonë me standardet të NATO-s, sepse me një çmenduri të Vučićit, i cili tani faktikisht është në vështirësi të mëdha për shkak të protestave në Serbi, ai mund të krijojë incidente të caktuara me Republikën e Kosovës për t'i qetësuar duke luajtur me kartën e nacionalizmit. Me kartën e nacionalizmit, dhe kjo është politikë të cilën paraardhësi i tij Miloševići e ka bërë faktikisht duke bërë luftën prej Slovenisë në Bosnjë, fillimisht Kroaci, pastaj në Bosnjë, pastaj në Kosovë. Do thotë ai një problem të madh, një luftë do thotë që fillonte dhe që humbte, dhe që vriteshin me qindra mijë civil, ai gjithmonë paraqitej faktikisht edhe tek arena ndërkombëtare, tek ta ndërkombëtarët e famshëm si person i paqes, paramendoj kështu e kanë quajtur, sepse ai një krizë të vogël për ta mbyllur atë krijonte kriza më të mëdha. Dhe kjo është politikë që po e bën edhe Vučići, dhe për këtë arsye po e themi që ne faktikisht e armatosim ushtrinë tonë dhe që me këto standarde të NATO-s që jemi kompatibil me gjitha shtetet e NATO-s, dhe duhet ta dimë që as NATO-ja, as SBA-ja dhe as kusht tjetër nuk do të dëshironte që kufirin mes të Rusisë dhe NATO-s bëhet kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe duhet ta dimë, por sigurisht Shqipëri dihet më pak për qytetarët të rëndom, po them, jo për ata që e dinë situatën si ka qenë në 98-99, do thotë për udhëheqësit e Shqipërisë nuk po flas asaj kohe. Një situatë e njëjtë ka qenë me Miloševićin, ashtu siç po vepron
siç po vepron Aleksandar Vučić, presidenti i tanishëm i Serbisë. Dhe derisa në atë kohë, për më tepër se 12 vite, Bashkia Ndërkombëtare e lëvatante faktikisht një kasap Ballkanit Miloševićin, derisa ardhe gjendje për ta bombarduar për shkak të masakrave, për shkak të gjenocidit që e bënte ndaj nesh. Është situata e njëjtë, është politika e njëjtë me Vučićin dhe derisa Bashkia Ndërkombëtare e merr me të mirë, e merr faktikisht edhe pse din që ai me gjithë trupin dhe me gjithë mendjen është ka Rusia, mirë po i dhën lek të Bashkimit Evropian dhe me këto lidhatime që po e them të Bashkisë Ndërkombëtare, atëherë ata ndihen të fuqishëm dhe mund të bëjnë çfarëdo lloj çmendurie në Ballkan. Në momentin që ata kërcënohen seriozisht nga NATO-ja, nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që një herë përgjithmonë të qetësohen dhe mos të bëjnë gjëra çfarë e rrezikojnë Ballkanin, atëherë Serbia sigurisht që me dhunë, me kërcënime, me bllokada, çfarë duhet i bën, mund edhe të shndrohet një shtet paqësor, mos ta rrezikojë gjithë Ballkanin. Dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja e vizitës Mark Rutte, duke qenë se misioni i NATO-s nëpërmjet KFOR është prej vitit 99 në Kosovë dhe me sa duket nuk ka ndërmend të tërhiqet, apo jo? Pra është një lloj sigurie që vjen. Kjo është arsyeja e vetme pse sekretari i NATO-s, një sekretar i ri i NATO-s, i zgjedhur kohë më parë, bie në Kosovë dhe po e shihni që në pikat neurologjike që faktikisht pikat më të ndihshme, në të cilat ka ndikim Serbia, fatkeqësisht përmes zyrtarëve që i kanë Republikën Serbe të Bosnjës dhe përmes atyre të cilë pjesë të mbetura nga ky kryekriminali Radojčić që janë në pjesën veriore Kosovës dhe ata thjesht mund të krijojnë incidente të caktuara për ta mbajtur Vučićin në pushtet në Serbi, sepse po i lkundet pushteti, po i lkundet karrika e pushtetit, e kemi faktikisht në vizitë sekretarin e NATO-s. Ndërkohë, nga ana tjetër, ndoshta edhe për konsum të brendshëm politik, Vučić ka vënë alarmin se situata në Ballkan është seriozisht e lëkundur. Po, ai e thot këtë për shkak se me 15 mars është paralajmëruar që do të ketë një protestë jashtëzakonisht të fuqishme dhe që po zgjat më tepër se 3-4 muaj e që fillojnë nga studentët të pakënaqur faktikisht me rrëzimin e kësaj çatije të trenit në një qytet në Novi Sad ku humben jetën fatkeqësisht 15 qytetar dhe shihet që civilët dhe shifet që kanë qenë makinacione për t'ja dhënë ndërtimin e kësaj një kompanie kineze dhe këto u shndruan në protesta gjithë popullore anë kënd Serbisë. Dhe protesta më e madhe që është paralajmëruar do të jetë pas 4 ditësh, kështu që Vučić deklaron që situata është e breshtë në Ballkan dhe situata e sigurisë sipas tij nuk është e mirë. Po kush po don ta destabilizojë Ballkanin? Vetë ky kasapi i cili bën gjithçka faktikisht, ky kasap i shndruar, kasapi i dytë i Ballkanit si Miloševići, që kërcënon gjithë botën, gjithë regionin me makinacione të tilla për të mbetur në pushtet. Ne e dim që ai ka deklaruar vetë që nuk do ta ketë fatin e Asadit dhe nuk do t'ikë nga Serbia, mirë po mund ta ketë fatin e kryeministrit Xhinxhić dhe ai fare lehtë mund ta humbë jetën gjatë këtyre protestave nëse shndrohen të vëndshme, sepse e dim që kur qindra mijë qytetarë dhe miliona qytetarë të Serbisë dalin në Beograd, atëherë ai ka dy zgjidhje, ose faktikisht të proklamoj zgjedhje të parakohshme dhe të ikë nga pushteti në mënyrë pasore, ose t'i qetë tankset e ushtrisë serbe në Beograd dhe në qytete tjera dhe kjo do të cilte thjesht deri tek një luftë civile që askush atje nuk e don, por nuk e don askush as do të guxoj Vučić të fusë le të themi në lojë ushtrinë. Po, gjithmonë ka, themi kështu, kartën e fundit, letrën e fundit e ka ushtri, sepse me polici duket që nuk po mund të qesë. Dhe posaçërisht këto paralajmërime që janë bërë kohë më parë, dhe të shohim pas 4 ditësh se si do të qëndroj, si do ta përballoj këtë protestë masive, e cila fare lehtë mund të shndrohet në të dhënshme, për shkak se ky në çmendurinë e tij tani veç ka filluar organizimin e protestuesve, siç i quhen ai paqësor, brenda dhe jashtë institucioneve kryesore të Serbisë, parlamentit dhe qeverisë, dhe ata janë të stimuluar nga qeveria e Serbisë, nga Vučići që ndrojnë aty kinsen për krahje të tij. Mendoj që kjo lojë e Serbisë është e njohur, kur kemi protesta atje, ata gjithmonë bëjnë një kundërprotestë kinsen për krahje të tij dhe kjo mund të shndrojë
në kacapytje tepër të rënda, me pasoja tepër të rënda në mes të dy rivalëve, themi, të cilët janë jashtëzakonisht të mëdhaj, ata që protestojnë për drejtat e tyre, për të gjetur fajtor për afera korruptive që i ka bërë shteti i Serbisë dhe këta të tjerë, të cilët kinse po e mbrojnë dhe janë dalë rrugëve në përkrahje të Vučićit. Avokat, ju ndiqni me intereset e zhvillimet politike dhe ngjarjet e aktualitetit në Shqipëri. Lexova dje një reagim tuaj në platformat tuaja sociale, ku shpreheshit në lidhje me masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës, ndërkohë që apeli i gjykatës së posaçme sot do të shqyrtojë ankimimin e masës arrest me burg ndaj kryebashkiakut. Vetëm pak minuta më parë, zoti Erion Veliaj ka mbërritur në ambientet e gjykatës së posaçme. Do doja një koment tuaj. Ju jeni shprehur se sot do të lirohet zoti Veliaj, e shini të pa drejt masën e sigurisë arrest me burg ndaj tij? Është krejtësisht e padrejtë dhe është krejtësisht politike, do të thotë arrestimi i tij dhe imponimi i masës arrestit me burg, e cila është masa më e rëndë faktikisht e sankcionuar e parapar me kodin e procedurës penale të Republikës së Shqipërisë, besoj që është krejtësisht arsye politike ka ndikuar që të jetë kjo dhe duhet të marrim faktikisht në situata dhe raste më të rënda. Zoti Sali Berisha ka qenë i dyshuar dhe është për afera me thuja se një pjesë të madhe të familjes së tij, e cila sipas asaj që është publikuar mund të kalojnë edhe 100 milion euro. Dhe ati është dhënë masa fillestare, lajmërim në polici, dhe ai nuk e ka pranuar këtë, dhe pastaj gjykata ka shndruar për rreth një viti në masë më të ashpër me arrest shtëpiak, pastaj përsëri e ka ndryshuar. Unë mendoj që Erion Veliaj është një person jashtëzakonisht i rëndësishëm për Shqipërinë dhe që pa marrë parasysh çfarë provash ka prokuroria SPAK-u në këtë rast dhe gjykata nuk do të duhej në asnjë mënyrë të caktonte masën e arrestit me burg dhe besoj që kjo padrejësi që ka zgjatur për një muaj e ka drejtësia e Shqipërisë, e ka ditën e sotme që ta përmisoj asa është e mundshme. Janë çështje qesharake, do të thotë që dikush mendoj që Erion Veliaj, i cili në prizmin tim është personi i dytë në Partinë Socialiste pas zotit Edi Rama, që ai mund të ikë nga Shqipëria. Do thotë janë mirë këta të cilët e shkruajnë këtë dhe e thojnë këtë, dhe besoj që pa marrë parasysh çfarë provash ka prokuroria, ai do duhet të mbrohet në gjendje të lirë, sepse aludimet gjatë hetimeve nuk do të thotë që do t'i vërtetojë një gjykatë e pavarur në gjykimet e ardhshme nëse do të jetë. Do thotë paraburgimi si masë preventive për Erion Veliaj është thjesht një dënim pa aktgjykim. Kështu e shoh unë dhe besoj që ditën e sotme kjo padrejësi e qëllimshme politike ndaj tij do të përmirësohet dhe duhet ta dimë që 11 maj nuk është edhe aq larg për zgjedhjet që do të mbahen në Shqipëri dhe gjithçka ka në prizmin tim konotacion politik, gjë që SPAK-u bën mirë që i heton të gjithë zyrtarët e lartë në Shqipëri sepse për këtë është formuar, mirë po jo që të arrestohet personi i dytë i partisë me ato sa kemi pa pretendime qesharake rreth blerjes themi kështu të fustaneve të bashortës së tij. Ne këto i dim, ato që janë bërë publike dhe janë gjëra të tmerrshme që në vitin 2025 të arrestohet dikush për arsye politike, të mbahet atje pa gjykim dhe tani veç po e shohmi që ne kemi, unë kam faktikisht me dyshjet e mia që nëse vazhdon kështu, do t'i sigurohet ati edhe gjykim i drejt nëse do t'akuzohet, por prapse fjore po e them për të 10-ën herë, ai është në nënhetime dhe vetëm... Duhet të theksojmë që zoti Veliaj nuk është i pandehur. Jo, definitivisht ai nuk është i akuzuar. Ai është thjesht i dyshim dhe dyshimet të tilla mund të ketë prokuroria për secilin zyrtar themi që e heton, por jo me masa drastike. Ne këto masa nuk janë përdorur as shekullin e 15 për zyrtar themi të lartë të shtetit, të cilët kanë rënë në dyshime të një prokurorie, në këtë rast të SPAK-ut që bën mirë që i heton, por gjykata ka vepruar krejtësisht jo drejt, jo normale, që t'i shqiptoj masën e arrestit me burg kur ka një mori masash të tjera që janë më të lehta dhe ka obligim gjykata që fillimisht të tentoj që me masa më të buta ligjore të arrijë efektin e njëjtë që është prezenca e zotit Veliaj në gjykim të ardhshëm nëse do të ketë,
pas akuzës, nëse do të ketë këtë akt akuzë, dhe jo që ta mbajë në burg një person i cili juridikisht, faktikisht konsiderohet i pafajshëm, derisa një gjykat nuk nxjerr një gjykim të plotfuqishëm. Është thjesht luftë politike dhe që ne asnjë shqiptar në rruzin toksor nuk do donte që SPAK-u të veprojë në mënyra të tilla dhe gjykata e posaçme, sepse ne besojmë SPAK-u dhe Shqipëria faktikisht e don veprimtarinë e SPAK-ut qytetarë të Republikës së Shqipërisë. Për këtë arsye edhe kryeministri jon ka propozuar dhe ka në plan program të qeverisjes në qeverinë Kurti 3 që të formojë një prokurori tjetër speciale që do të quhet dhe që vetëm që nuk ja kanë gjitë emrin SPAK-sit, ne me zotin Kurti, me qeverinë Kurti 3 do të kemi një SPAK në Republikën e Kosovës, por gjitha këto prokurori tepër të specializuara do duhet jenë të kujdesshme kur arrin në rrethana të caktuara që mos ja marrin lirinë dikujt do thot pa aktgjykim të plotfuqishëm. Kushdo që dënohet me burg efektiv, atëherë janë gjëra të tjera, por jo që dy persona, një prokuror. Ju e ndiqni aktivitetin e SPAK. Mendoni që ky institucion po e kthen në normë tashmë masën e sigurisë arrest me burg? Po kjo është gabim dhe jo që po e them unë, sepse është tepër e gabueshme, edhe me kushtetutën e Shqipërisë, edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe me kodin e procedurës penale në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në gjithë rruzin toksor, të gjitha shtetet demokratike, për personat caktuar, kur vinë në ndesh me ligjin, duhet tentojnë që fillimisht efektin e njëjtë të arrijë me masa më të buta dhe jo që direkt shkohet me paraburgim, do të thotë është një masë tepër drastike, tepër e rëndë për persona të cilave me kushtetutën e Shqipërisë, me gjitha ligjet pozitive, ju garantohet që mos ta faktikisht ata janë të pafajshëm, konsiderohen të pafajshëm dhe si mundesh një person të tillë ta mbash nën hetime, ndoshta ata pretendojnë ta mbajnë me muaj dhe me vite të tëra, para se të ngrisin akt akuzë dhe që ky person faktikisht kushdo që është në masën e paraburgimit, ligjërisht konsiderohet i pafajshëm dhe konsiderohet masë, mirë po në esencë ai është i dënuar, sepse masa e paraburgimit gjatë hetimeve thjesht askujt nuk mund t'ja kompenzoj, nuk po flas për lek, për reputacionin e tij dhe paramendoni një Erion Velie, i cili Tiranën gjatë mandateve të tij e ka shndruar në një Manhattan të vogël, e ka shndruar në kryeqytet të Shqipërisë, i cili faktikisht jep dritë Shqipërisë, i jep faktikisht sinjale tepër pozitive Shqipërisë me Tiranën dhe të përfundoj i arrestuar për gjëra të paqena apo të cilat të shumë vështirë mund të verifikohen, por edhe në qoftë të gjitha ato që pretendon prokuroria janë të vërteta, Erionit duhet të jepet mundësia që të mbrohet nga liria, sepse si është e mundshme Fiori që dikush një prokurori, një SPAK, pas ka punuar me muaj dhe ndoshta me vite faktikisht për këtë çështje dhe pastaj të jepet një dosje avokatit që ta përgatesaj për 1 javë, 2 javë apo 3 javë. Është faktikisht nuk është fare të thotë barazia e mjeteve juridike në raport me mbrojtjen dhe me avokatët Erion Velie në kushtet kur prokuroria ka pas kohë shumë më të gjatë dhe prapë them ky konsiderohet i pafajshëm sepse në prizmin tim edhe është i tillë. Ju falenderoj shumë për lidhjen, për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne, avokat, gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Jeni i mirëpritur në Breaking. Ditë mbar. Ma shkruajini mesazh momentin që lirohet Erion Velie. Patjetër. Gjithë të mirat, do të kalojmë në publicitet e rikthehemi pas pak. Pas 1 muaji në qeli, kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erion Velie, është paraqitur ditën e sotme në ambientet e gjykatës së posaçme të apelit, ku pritet të shqyrtohet edhe ankimimi i tij për masën e arrestit me burg. Seanca ka nisur në orën 10. Detajet e tjera na i përcjell në këto momente kolegi Alketa Shapa. Alketa. Jori, të përshëndes, shefi dhe ti, seanca ka nisur vetëm pak minuta më parë në apelin e posaçëm antikorrupsion, ku do të shqyrtohet pikërisht ankimimi i bërë nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Velie, nga biznesmeni Elman Abule, por edhe nga 3 biznesmen të tjerë të cilët ndodhen në masën e sigurisë
detyrim paraqitje sa i përket pikërisht vendimit të marrë nga shkalla e parë në datë 12 shkurt. Në apelin e posaçëm antikorrupsion ditën e sotme do të jetë gjyqtari Engert Pollumbia, i cili do të shqyrtoj ankimin e bërë, siç thash, nga këta persone, më pas dalë me një vendimarrje në rast do të lërë në fuqi vendimin që është dhënë nga gjykata e posaçme antikorrupsion nga gjyqtari Erion Bani, gjyqtari i hetimit paraprak, apo në rast do të ketë një vendimarrje tjetër nga ky gjyqtar, pra siç thash, pasi është përcaktuar pikërisht nga shorti elektronik gjyqtari Engert Pollumbi për të shqyrtuar ankimin e bërë nga këta persona. Vlen të theksojmë faktin që fillimisht u caktua në fakt gjyqtarja Ileriana Oldashi, por në fakt kjo e fundit, duke qenë se ka posuar një frakturë në krah, ka marrë leje, po themi, vjetore, në mënyrë që të përmirësohet, e për këtë arsye u hodh sërish shorti elektronik që përcaktoi gjyqtarin Engert Pollumbi për të shqyrtuar masat e sigurisë caktuara ditën e sotme. Nga ana tjetër, vlen të theksojmë edhe faktin që janë dy persona në masë shtrënguese, zoti Veliaj, por edhe biznesmeni Elman Abule, janë dy persona që janë lënë në këtë masë shtrënguese nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Njëri, zoti Elman Abule, i akuzuar nga prokuroria e posaçme antikorrupsion apo i dyshuar se ka kryer veprën e pastrimit të parave, ndërsa nga ana tjetër zoti Veliaj akuzohet për korrupsion të kryer në 9 raste, por edhe për pastrim parash. Ndërsa nga ana tjetër janë biznesmenët Gentian Sula, Shkëlqim Fusha dhe Meriman Palusha, të cilët kanë ankimuar masën e sigurisë detyrim paraqitje që është caktuar nga gjykata e posaçme antikorrupsion, ndryshe nga 3 persona të tjerë që ndodhen po në këtë masë sigurie që nuk e kanë ankimuar, në fakt që janë pikërisht zoti Fatmir Bektashi, është dhe zonja po ashtu edhe zonja Ajola Zoza, që duhet theksuar në fakt ndonë se fillimisht pati masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në momentin që u bë vlerësimi i kushteve të masës së sigurisë në gjykatën e posaçme antikorrupsion, pati një ndryshim apo një lehtësim të kësaj mase nga gjyqtari Erion Bani, që mori parasysh kërkesat e shtruara nga avokatët mbrojtës së zonjës Zoza. Ditën e sotme janë paraqitur edhe avokatët mbrojtës, të së cilës PAL është nga ana tjetër vlen të theksohet fakti që zoti Veliaj përfaqësohet si gjithmonë nga avokatët e mbrojtës, por këtë herë është paraqitur edhe një avokat i huaj, zoti Robert, i cili ka kërkuar të marrë pjesë në apelin e posaçëm antikorrupsion. Deri në këtë moment nuk është lejuar, por pritet një shpallje përfundimtare, po themi, me këtij vendimi nga ana e apelit, në rast se ky fundi do të lejohet të marrë pjesë në seancë, pra në rast se paraqitet si mbrojtës ligjor i zotit Veliaj, apo në rast se është thjesht si vëzhgues apo si këshillues i avokatëve të tjerë që mbrojnë kryebashkiakun e Tiranës në këtë proces. Siç thash, pritet që ditën e sotme të ketë një debat që do të bëhet midis palës së prokurorëve, dy prokurorëve Olzado dhe Altin Dumani për këtë të fundit. Për Olzadon është kërkuar nga ana e avokatëve të zotit Veliaj që të ketë një përjashtim të tij nga ky proces apo nga kjo çështje, me argumentin se zoti Olzado është në konflikt interesi me çështjen e zotit Veliaj për shkak të një leje ndërtimi, por nga ana tjetër duhet të thënë që janë, siç thash, dhe pranishëm edhe avokatët mbrojtës, ku do të bëhet një debat gjyqësor mes prokurorëve mbi provat që ata kanë gjetur deri më tani për zotin Veliaj për të personat e tjerë, por nga ana tjetër avokatët do të bëjnë kundërshtimet e tyre mbi provat që do të sjellë prokuroria e posaçme antikorrupsion, e më pas do të kemi një tërheqje në dhomë këshillimi të Engert Pollumbit, ku më pas do dalë me një shpallje vendimi ditën e sotme lidhur me ankimin që, siç thash, kanë bërë këta persona, ku kundërshtojnë pikërisht vendimin që është dhënë nga gjykata e shkallës së parë, pra nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Sa i përket biznesmenëve që janë në masën e sigurisë detyrim paraqitje, dhe gjithë ata akuzohen se kanë kryer korrupsion aktiv nga ana prokurorisë posaçme antikorrupsion, ndërkohë që të tjerët, siç thash, kanë akuzë zoti Elman Abule pastrimin e parave dhe zoti Veliaj pastrimin e parave dhe korrupsion pasiv. Më lër të shikoj në rast se gjykata e posaçme e apelit ka marrë apo jo një vendim lidhur me atere. Nga informacionet që më përcillen tani, Fiori ka kërkuar avokati i huaj Robert, siç thash, të jetë në rolin e vëzhguesit ditën e sotme në seancë, gjë të cilën në fakt gjyqtari Engert Pollumbi nuk e ka lejuar. Për këtë arsye zoti Robert ka dalë nga salla, pra nuk do të jetë i pranishëm për gjatë kohës që do të bëhet zhvillimi i kësaj seance ditën e sotme në apelin e posaçëm, por do të presë në korridorin në pjesën e jashtme apo ndoshta edhe në korridorin e gjykatës së apelit të posaçëm deri në momentin që të mbarojë kjo seancë gjyqësore. Pritet në fakt që do zgjas disa orë, pasi siç thash të gjithë do të bëjnë kundërshtimet e tyre mbi pretendimet që do sjell prokuroria e posaçme antikorrupsion. Në fund, për të parë, po themi se çfarë vendimarrje do të marrë Engert Pollumbi, një gjyqtar i cili ka shqyrtuar më herët edhe ankimet që janë bërë qoftë nga zonja Ajola Zoza apo dhe nga mamaja e saj Valbona Zoza, dy seanca që fakt zhvilluan dhe ditën e dieshme në apelin e posaçëm antikorrupsion. Sa i përket Valbona Zozës, kjo e fundit kundërshtoi sekuestrimin e një pasurie të paluajtshme nga ana e gjykatës së posaçme antikorrupsion, një kërkesë e cila u rrëzuan nga Engert Pollumbi, ndërsa sa i përket kërkesës që kështroi Ajola Zoza, në fakt seanca u shtyp për ditën e nesërme për të marrë një vendimarrje lidhur me llogaritë bankare që ka sekuestruar prokuroria e posaçme antikorrupsion mbi këtë hetim që ka nisur rreth një vit më parë, lidhur me një kallëzim anonim që është depozituar në prokurorinë e posaçme antikorrupsion për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, që çoi të fundit në qeli pikërisht në datën 10 shkurt. Të falenderoj shumë, Alketë, lutem sapo do ketë diçka të re, kërko sërish linjën. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.
Jemi sërish në breaking, do të shkojmë në këto momente në Gjermani, atje në pret juristi i njohur Rafael Todhe për të na dhënë detaje në lidhje me grevën e ditës së djeshme në Gjermani, ku u pezulluan fluturimet në 13 aeroportet më kryesor të vendit, gjithashtu edhe për situatën e sigurisë tani pas le të themi përplasjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s. Përshëndetje, kënaqësi të të kem në breaking. Faleminderit për ftesën. Do doja ta nisni me grevën e djeshme, po. Po, greva ka filluar dje në mëngjes, por ishte e paralajmëruar, pra nuk ishte një grevë e papritur. Megjithatë, pritej që kjo grevë mos ishte kaq e madhe, pra të funksiononin disa aeroporte të paktën për disa orë ose për disa fluturime, por u pa gjatë ditës që pothuajse të 13 aeroportet u bllokuan totalisht dhe fluturimet u kanceluan ose u shtyn për një ditë tjetër. Megjithatë, nuk është hera parë që ndodhin të gjëra, praktikisht gjithmonë parashikohen ose paralajmërohen greva të pjesshme, por që është shumë e thjeshtë të kalohet nga një grevë e pjesshme në një grevë të plotë dhe nuk është rasti i parë, le të shikojmë dhe rastet e tjera të grevave të ndryshme të hekurullës, ku pritej sigurisht gjithmonë pritet të ketë të paktën disa linja të cilat përdoren të paktën disa orë dhe ka raste që bllokohen pothuajse 24 orë komplet. Ndërkohë do të kalojmë tek një çështje tjetër shumë e rëndësishme që përfshin gjithë Europën, e kam fjalën për çështjen e sigurisë. Kemi diskutuar edhe më herët në lidhje me përplasjet e kohëve të fundit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çështjen e Ukrainës, ndërkohë që kemi një vendim të Komisionit Evropian për të investuar më shumë në fushën e mbrojtjes. Nga ana tjetër, kancelari sapo zgjedhur Merz ka deklaruar se do të diskutojë me Francën dhe me Britaninë mbi ndarjen e armëve bërthamore. Kjo është për të parë në një aspekt tjetër, praktikisht kjo ndarje nuk do të thotë që Gjermania do të mobilizohet dhe do të vendosi armë bërthamore në territorin gjerman, por i përmbahet kushteve që janë vendosur në momentin në kontratën e bashkimit të dy Gjermanive, ku Gjermania nuk do të ketë armë bërthamore, dhe kjo është dhe ajo që ka deklaruar kancelari jashtëm Merz, i cili pretendon të ketë një mbrojtje shtesë pra nga armët bërthamore të Francës, por edhe të Britanisë së Madhe, por nuk pretendon që të largohet nga mbrojtja që japin Shtetet Bashkuara me armë bërthamore, sepse do ishte dhe utopike për arsye sepse mbrojtja që mund t'japi Anglia dhe Britania e Madhe dhe Franca nuk mund të zëvendësojë mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara sepse nuk ja arrin dot. Pra armët bërthamore ose mbrojtja, se bëhet fjalë gjithmonë për mbrojtje, nuk bëhet fjalë për përdorimin e armëve bërthamore për të sulmuar një shtet. Jo, për të forcuar mbrojtjen, pa diskutim. Për të forcuar mbrojtjen. Dhe kjo mbrojtje që mund të ofrojnë këto dy shtete, pra Britania e Madhe dhe Franca, është një mbrojtje e pjesshme, pra një mbrojtje që mund të përdorej teorikisht në rast se do të ishte e nevojshme për t'u shtuar mbrojtjes që japin Shtetet e Bashkuara. Pra Merz është një politikan, është avokat pra nga profesioni, është politikan i zgjuar, nuk është budall dhe e din që një mbrojtje e tillë ose një largim total nga Shtetet e Bashkuara do të sillte probleme për Gjermaninë, por dhe për Bashkimin Evropian. Dhe shikohet dhe nga gjithsesi Gjermania ka një rol kyç për sa i përket mbrojtjes në Bashkimin Evropian. Patjetër, sepse ka një prodhimtari të lartë të arsenalit të armëve, edhe pse nuk prodhon armë bërthamore, por është një ndër prodhuesit më të mëdhenj dhe një ndër eksportuesit më të mëdhenj në botë. Megjithatë, shikohet dhe diskutimet që Merz po ndërmerr. Pra nuk është janë thjesht diskutime brenda Bashkimit Evropian, por janë diskutime edhe me Britaninë e Madhe që është jashtë Bashkimit Evropian, dhe patjetër që ai përgatitet nëpërmjet këtyre diskutimeve, përgatitet për një diskutim të mëtejshëm me Shtetet e Bashkuara, sepse ai ka deklaruar që një ulje në tryezë me Shtetet e Bashkuara do mundohet ta shtyjë deri në momentin që të jetë bërë kancelar. Pra deri në momentin që ka formuar një qeveri që të jetë dikushi dhe mos shkojë si një person i cili ende nuk ka një qeveri pas tij. Dhe duke qenë se çdo ditë diskutohet çështja e armëpushimit në Ukrainë, është e gatshme Gjermania sot të dërgojë trupa paqërues? Gjermania gjithmonë është më problematike për trupat paqëruese, nuk ka dërguar pothuajse ose shumë rrallë ka dërguar trupa paqëruese, më shumë ka dërguar trupa për
të mbështetur disa operacione ose për të stërvitur ushtrinë vendase e tjerë, por jo trupa paqëruese. Pra që të stacionohen. Që të stacionohen përveç rastit për shembull të Kosovës, ku kanë qenë trupat gjermane e tjerë. Raste pra të veçanta. Jo gjithmonë Gjermania është si thosh pro dërgimit të trupave. Dhe në këtë rast nuk është vendosur, por nuk besoj që Gjermania është një partizane e dërgimit të trupave paqëruese në Ukrainë. Për më tepër, ndryshe nga Scholz. Ndjes, po, përfundojeni, po. Scholz ka pasur politika të tjera dhe vëret që politikat e Merz janë më të përzgjedhura dhe janë politika që pretendojnë të sjellin një jetëgjatësi pra të kësaj Gjermanie, pra të zhvillojnë ekonominë gjermane, rizhvillojnë, sepse ekonomia gjermane ka pasur një tkurrje gjatë viteve të fundit dhe Merz, si thua, nuk është shumë i papërmbajtur siç ka qenë dhe Scholz, sepse Scholz ndoshta ishte dhe politika e tij sepse e dinte që nuk do fitonte më, pra ishin politika për. Po dhe tregoi më emotiv, le të themi. Më emotiv për të fituar disa vota më shumë, por Merz është një politikan i zgjuar dhe nuk bën deklarata të cilat më tej e vendosin Gjermaninë në kushte të vështira diskutimi qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me shtetet e tjera të cilat janë pjesë të këtij konflikti. Tashmë në gjithë Europën diskutohet fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të tërhiqen nga NATO. Cili është qëndrimi gjerman në lidhje me këtë teori? Po s'ka një qëndrim sepse nuk është fakt, pa diskutim që nuk është fakt, por ama janë hipoteza që hidhen, sidomos nga analistë ndryshëm. Atëherë, analistët i hedhin patjetër dhe frika mund të qëndrojë, por nuk besoj që Shtetet e Bashkuara do largohen nga NATO, megjithatë qëndrimi vetëm që Gjermania ka marrë dhe do të marrë gjatë kësaj qeverisje është fuqizimi i ushtrisë së saj. Pra është normale që një qeveri e Bashkimit Evropian ose një ndër qeveritë më të forta të Bashkimit Evropian nuk ka pse të bazohet çfarë bëjnë Shtetet e Bashkuara, nëse realisht ato ikin apo nuk ikin nga NATO. Thjesht është e thjeshtë që janë pjesë e NATO-s. Bashkimi Evropian ka rreth 500 milion banor dhe është normale që duhet ketë një ushtri më të fortë ose të ketë një rol më të rëndësishëm në aleancën e NATO-s. Kështu që patjetër Gjermania e dha sinjalin që në momentin kur vendosën të rifuqizojnë ushtrinë, duke marrë me çdo kusht, pra e kanë deklaruar me çdo kusht, pra dhe të paguajnë kuotat e kërkuara. Po, do të marrin një borxh rreth 500 miliard euro në këtë qeverisje dhe kjo është një shumë e madhe, por që do të ndikojë si në infrastrukturë, si në rritjen ekonomike, si në uljen e taksave për shtresën e mesme, gjithashtu dhe një pjesë e madhe e kësaj sume shkon në zhvillimin e industrisë ushtarake. Kështu që nuk ka pse Gjermania të deklarohet për një të ardhmen ndoshta të NATO-s. Kur ka një strategji të vetën, e kuptoj. Më shumë se sa ky deklarim nuk besoj që ka, kjo është një reakcion ndoshta i asaj që është shprehur në javët e kaluara, pra i sinjaleve që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara. Rafael, të falenderoj shumë për lidhjen dhe për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndat me ne. Faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbar. Ishim në Gjermani me juristin Rafael Todhe, ndërkohë që në këtë moment do të shkojmë në Rom, atje na pret kolegja e Syrit TV Alba Kepi. Alba, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Do ta nisim aty ku e lash bisedën me Rafaelin në Gjermani, pikërisht tek mbrojtja. Frika se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të tërhiqen nga NATO ka bërë që Italia të nisë punën për rritjen, le të themi, e ushtrisë, për forcimin e mbrojtjes dhe madje thuhet se do të shtojë 40.000 trupa. Është lajm i ditës në fakt në gjitha mediat italiane prej 2 ditësh, është një lajm i cili është shpërndar pas një hetimi apo pas një investigimi të bërë nga gazetarët italianë për ato çka po ndodh në Ministrinë e Mbrojtjes. Ka pasur një reagim të menjëhershëm nga Ministri i Mbrojtjes, Grosseto, i cili ka deklaruar se çka po ndodh është pjesë e një reforme të ushtrisë të qeverisë Meloni. Pra ai ka thënë se gjithçka është pjesë e programit të qeverisës, por nuk ka munguar dhe
dhe gjithçka që ti the. Pra, nuk ka mohuar faktin se kemi një përpjekje për të rritur me rreth 40.000 trupa ushtrin italiane. Është një plan i cili parashikohet të ketë këtë rritje për 5 deri në 8 vitet e ardhshme dhe sipas ministrit Grosseto justifikohet me faktin se Italia prej disa vitesh, pothuajse dekada, nuk ka bërë një reformim të ushtrisë për shkak të bëshllëkut që kanë lënë qeveritë e mëparshme. Por edhe një fakt tjetër se mosha e atyre që janë ushtarak në grada apo ushtarak në karrierë vjen gjithmonë duke u rritur dhe kjo ka kërkuar nevojshmërinë e trupave të reja dhe që do të jenë trupa jo vetëm rezerviste, por dhe trupa të cilat të jenë efikase dhe të përdorur në misionet ushtarake italiane. Ndryshe nga ajo që kolegut pak më parë në Gjermani, sa i takon Italisë, Italia ndjek një strategji totalisht të varur nga Bashkimi Evropian. Pra, është mbështetëse e çdo plani, e çdo projekti të BE-s. Por ka kundërshtuar me forcë dërgimin e trupave në Ukrainë. E ka kundërshtuar, por ka mbështetur, ka aprovuar planin e Ursula von der Leyen të riarmëtimit të gjithë të BE-s. Mos harrojmë se Italia ka rreth 40 misione ushtarake në të gjithë botën, misione të ku kontribuon jo vetëm misione humanitare, por dhe me trupa, për garanci paqe, misione për të sigurinë, për mbrojtjen, por edhe për ato që thashta humanitare. Kujtojmë që në 1999 trupat italiane janë më të shumta në numër që qëndrojnë në Kosovë. Trupa italiane kemi prej 2004 në Bosnjë Hercegovinë, kemi në lindjen e mesme, kemi në Afrikë, kemi edhe në Ukrainë, një numër i reduktuar. Por Italia vijon të jetë mbështetëse e plot e projektit Europian mbi ndryshimet apo mbi ato që po ndodh ditë pas dite, pas ndryshimet në arenën e situatën ndërkombëtare, se i takon planit të sigurisë dhe të mbrojtjes, janë për herë në ndryshim, për herë në evolim dhe Italia me sa kuptojmë është mbështetëse e një plani të BE-s. Dhe do të kalojmë tek një tjetër çështje shumë e rëndësishme, e gjithë Italia, le të themi, ka qenë e shqetësuar, por jo vetëm Italia, në lidhje me gjendje shëndetësore të Papës, thuhet që gjendja e tij tashmë është përmirësuar, është jashtë rrezikut për jetën, pritet të lërë spitalin, Papa Francesku? Jo, nuk pritet të lëmë spitalin, ndoshta do qëndrojë edhe disa javë të tjera, por për herë të parë, gati rreth një muaj, pasi Papa është shtruar në Spitalin Gemelli në datën 14 shkurt, pra pas pothuajse një muaj, kemi lajmin e mirë se ka dalë nga prognoza e rezervuar, ka një përmirësim, ka një reagim të kurrës ndaj pulmonitit që kishte goditur në 2 krahët e mushkërisë. Gjatë ditës së djeshme Papa ka ndjekur dhe meshën dhe lutjen në një kapel të veçantë në apartamentin e tij që ka në katën e 10 të spitalit, ka pasur takime me sekretarin e shtetit Pietro Parolin, pra duket se ka nisur atë aktivitet, por gjithmonë me ato që i lejon dhe sëmundja, por edhe mosha e tij 88 vjeçare. Mjekët në buletinin mjekësor dhe të mëngjesit të shpërndar sot kanë deklaruar se ka qenë natë e qetë, Papa është zgjuar normalisht dhe vijon pra të ketë kurën e tij me oksigjen, qoftë në mënyrë mekanike, qoftë përmes terapisë që i injektohet. Padyshim, përkupimi është se nëse Papa do të ketë apo jo një vazhdimsi të kësaj që do të stabilizueshme, por dhe pyetjet që ti the, pra kur do të dalë nga spitali. Mjekët kanë deklaruar se duhet akoma disa ditë, ndoshta edhe javë të qëndrojë në spital, por kemi një situatë të përmirësuar dhe padyshim të gjithë besimtarëve katolik, sidomos në këtë vit të shenjtë të jubileut, i jep shpresë dhe është një lajm i mirë. Të falenderoj shumë, Alba, për të gjitha informacionet, detajet dhe opinionet që ndave me ne. Gjithmonë kënaqësi biseda me ty, të mirëpres në Breaking dhe nga Roma do të shkojmë në Moskë, atje na pret një tjetër koleg, Misha Puma. Përshëndetje Misha, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje me sy Gjeta. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Moskë, është konsideruar si sulmi më masiv me dronë në Ukrainas. Në shënjesër ka qenë pikërisht kryeqyteti rus, është pezulluar transporti në të gjithë qytetin.
Do të thoj ai jo në gjithë qytetin, por në periferin, domethënë të Moskës, është jo brenda në qytet, sepse unë jetoj në qendër dhe e shikoj konkretisht vetë. Sinqerisht, unë ndje biles deri në darkë vonë në 1 natës diku isha në lidhje me kolegët shqiptar dhe pash një lajm të parë që 5 dronë ukrainas ishin rrëzuar në drejtim të Moskës, ndërsa në mëngjes kur zgjohem, si zakonisht kur kontrolloj të lajmet, domethënë se e kam si zakon, me kafën e mëngjesit, shikoj që numri i dronëve po rritej, domethënë vazhdimisht dhe në mos gaboj, domethënë deri tashti kanë identifikuar të rrëzuar 91 drona, domethënë të ardhur nga Ukraina. Pra një operacion i mirë fillt, le të themi. Është si që komentojnë domethënë edhe mass media këtu, është agonia e regjimit të Kievit që po humbet në të gjitha frontet, ato diplomatik, ato ushtarak, dhe kjo është një sulm i organizuar, sigurisht që mund të ketë edhe ndihmën e vendeve europiane që kanë domethënë shpallur dhe shprehur gatishmërinë për të treguar që Europa mund të lozë një rol në marrëdhëniet, domethënë në zhvillimet në Ukrainë, në qoftë se kjo është e vërtetë, domethënë që del që ky kontribut është destruktiv, prandaj sinqerisht domethënë ka pasur deklarata të organeve zyrtare lokale që këto drone kanë goditur një parking, janë dëmtuar 40 makina ku është rrëzuar ky droni që kanë goditur forcat kundërajrore. Edhe vetë domethënë zëdhënësi i Kremlinit Peskov deklaroi që ne jemi në dijeni të gjitha këtyre sulmeve. Moska vetë, nuk siç e deklaroi ai, domethënë nuk është goditur, janë goditur periferitë e Moskës. Gjithsesi, sulmi është i rënd, përderisa konsiderohet si një nga sulmet më masiv që kur ka nisur lufta. Sigurisht që është një ngjarje jashtëzakonshme, por që domethënë për momentin nuk flitet për viktima dhe kjo është gjëja kryesore, domethënë që megjithse gubernatori i Podmaskove, që është domethënë si thuaç rajoni përreth Moskës, jo në Moskë, por përreth Moskës, është një rajon më vete, deklaroi që sulmet kanë pasur qëllim të godisnin konkretisht njerëz civil. Do me thënë edhe kanë godit... Të shkaktonin dëm në jetë njerëzore, po. Prandaj, sigurisht që është një force majeure që, siç thonë organet zyrtare, unë i referohem atyre, sigurisht... Po, patjetër. Janë, do me thënë, sulme, do me thënë, pa arritur qëllimin përfundimtar dhe në mënyrë të shkëlqyer kanë punuar forcat kundërajrore. Dhe do të kalojmë tek një tjetër alarm që ka lëshuar një prej generalëve më të rëndësishëm të NATO-s, i cili ka bërë një paralajmërim të fortë duke theksuar se Putin nuk do të ndalet me Ukrainën, pavarësisht se Ukraina do të jetë e detyruar të pranojë kushtet me gjithë kostot që tek e fundit do të ketë pas kësaj lufte që zgjat prej 3 vitesh, thuhet prej tij se Putin do të sulmojë edhe 3 shtete të tjerë. Madje ka bërë me dije që Gjeorgjia mund të jetë në qendër të sulmit, Moldavia, Rumania. Më falni, t'ju bëj një pyetje përse Rusia duhet të sulmojë Gjeorgjin, që e ka shumë mirë marrëdhënie vetëm se nuk ka marrëdhënie diplomatike formalisht, por nga ana tjetër ajo mbështet qeverinë gjeorgjane dhe çuditërisht marrëdhëniet e Rusisë me Gjeorgjin zyrtare janë të mira de facto. Do të përpiqet thot Putin të instalojë regjime kukullash në Gjeorgji, Moldavi dhe Rumani përpara se ta kthejë vështrimin në Baltik. Do me thënë, ky është një mendim, do me thënë që flasin në vetë dhe establishmenti këtu, por dhe në organet zyrtare ruse. Të gjithë ata që mendojnë që Rusia është interesuar për shkallëzimin e ekspansionit. Konfliktit, po. Do me thënë, janë të marrë, nuk janë në rregull me mendjen e kokës, sepse Rusia është e lodhur me luftën, Rusia po fiton vërtet, por Rusia nuk ka dëshirë dhe nuk ka asnjë farë, do me thënë, dëshire të vazhdoj konfliktin. Tashti, do me thënë, pala ruse ka një, si thuash,
është mobilizuar për paqen siç deklarojnë këta dhe kryesori është arrit, për shembull ministri i jashtëm Lavrov deklaroi pardje përsëri që të mendosh që Rusia do vazhdimin e luftës dhe përshkallëzimin e saj është një marrëzi komplete. Domethënë këta njerëz, ta isha luftë ushtarake të tjerë mundohen të mbeten në qendër të vëmendjes, mundohen të ndoshta të mbajnë Rusinë si një gogol të vazhdueshëm për të rritur dhe për të justifikuar shpenzimet ushtarake që duhet të kanë ndërmend të miratojnë së shpejti, për të trembur Europën që lufta është së shpejti do të vite portat e tyre. Pra është biznes, se tek e fundit lufta është edhe biznes. Është paraja ajo që e bën luftën. Është për fatin e zi, në radhë të parë është biznes. Kështu që nuk ka, domethënë ky skenar përjashtohet në mënyrë kategorike. Absolutisht asnjë lloj. Gjithsesi deri në këtë pikë pavarësisht bisedimeve që pritet të zhvillohen sot në Arabinë Saudite, humbura e madhe e kësaj lufte është Ukraina. Apo jo? Ukraina është e humbura e madhe e kësaj lufte, humbjet të cilet ajo mund të eliminonte në mënyrë të konsiderueshme në qoftë se në vitin 22 në prill do të ulen në tyrezën e bisedimeve me Rusinë dhe ul de facto në Stamboll, ku arritën pothuajse të gjitha marrëveshjet pa humbjen e territoreve të Ukrainës dhe pastaj, siç e dim shumë persona, Boris Johnson dhe pala perëndimore i mbushin mendjen për të vazhduar luftën. Dhe kjo solli ato rezultate që tash neve kemi. Në Xhida filluan bisedimet, domethënë kësaj temi i bëhet një vëmendje e madhe në Rusi, domethënë dhe biles emisari i presidentit amerikan Trump pritet nga dita në ditë të vinë në Moskë për bisedime me Putin, me bisedime direkte. Pra edhe kjo është ndoshta mbas rezultateve të Xhidës, të bisedimeve të Xhidës në Arabinë Saudite, do të ketë zhvillime të mëtejshme dhe kontakte të përnjëhershme. Pra presidenti Trump po bën gjithçka të mundur dhe të pamundur për të ndaluar de facto luftën në Ukrainë. Misha, të falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe informacionet që ndave me ne. Gjithmonë i mirë pritur. Kënaqësi. Ditë të mbarë, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në Breaking. Ngjarjet e aktualitetit, mënyra se si po vepron SPAK dhe lidhjet e tij me politikën, do t'i diskutojmë në këto momente me zotin Ibsen Elesi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kukësit. Gjithashtu për herë të parë kam në studio ish prokurorin Ervin Karanja. Kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi. Falenderoj për prezencën dhe do ta nisim bashkë bisedën, duke qenë se ka nisur në gjykatën e posaçme të apelit edhe shqyrtimi i ankimimit të zotit Veliaj për masën arrest me burg. Si mendoni, pritet që të ketë një lehtësim të masës? Tani, Veliaj, siç tha, domethënë, shkallë e parë ka vendosur masë sigurimi arrest burg. Kundër këtij vendimi është bërë ankim nga Veliaj dhe në këtë fazë të hetimit, dhe këtë fazë të procesit penal ose të procedimit penal, kundërshtohen në apel kushtet dhe kriteret e masës sigurimit. Avokatët e Veliajt, domethënë dhe Velia vetë, pretendojnë që nuk jemi para kritereve dhe kushteve për caktimin e masës sigurimit arrest në burg, por mund caktohet një masë tjetër sigurimi. Fatikisht masat e sigurimit përcaktohen në kodin e procedurës penale, sidomos për arrestin në burg, por edhe për masat e tjera, janë 7 lloje masa sigurimi. Dhe Veliaj pretendon, domethënë, duke qenë se janë 7 lloje masa të tjera, të caktohet një masë tjetër. Arrestin burg ka një specifik të veçantë dhe përcaktohet në njerin 230 kodit procedurës penale, ku thuhet, domethënë, ligjvënësi ka parashikuar në mënyrë të shprehur që masa e sigurimit arrest në burg mund të vendoset vetëm për rastet e rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të autorit. Pra janë 2 kriterë, do të ketë dhe vepra dhe autori rrezikshmëri shoqërore. Janë dhe disa kritere tjera ndaluese këtë nen, që është për gratë 7 zëna ose për fëmijë deri në 3 vjeç. Ka dhe për personat mbi 70 vjeç që domethënë nuk mund vendoset kjo masë me përjashtim, ku kemi për vepra me rrezikshmëri shoqërore. Sot Veliaj para gjykatës apelit pretendon që unë si individ nuk kam rrezikshmëri të theksuar shoqërore dhe nuk mund të hetohem me masë sigurimi arrest në burg. Këto janë pretendimet që dhe do të presim vendimin e gjykatës. Zoti Karanja, ju si profesionist, besoj kurioziteti nuk ju ka lënë që mos ta lexoni dosjen. Mendoni se ka pika të dobta në hetimin e deri tanishëm? Tash, dosja është dinamike.
Pra, është duke u bërë veprime procedurale, pra duke u marrë prova. Nuk mund të themi që është hecur më shumë në një sektor ose është në një sektor tjetër. Është një moment tjetër procedurial, që është njoftimi i përfundimit e timet, pra kur marrojnë hetimet, atëherë shifet ku ka mangësi dhe njeh dhe mbrojtja gjithë dosjen, gjithë çështjen e procedimit penal dhe mund të bëj pretendime që shiko është hetuar më shumë personi se vepra penale. Për një vetë ligjvënës si parashikon, kur hetimet janë të plota dhe gjithanshme. Pra kur hetimet janë të plota dhe gjithanshme, atëherë është përfundimi i hetimeve. Në fazat saktuara të hetimit, varet nga si e çmon prokurori, mund të bëjë disa veprime më shpejt, domethënë që kanë ngutje ose kanë emergjencë, mund të bëjë veprimet e tjera më pas. Pra dosja është dinamike, nuk mund të themi pse u bë një veprim më përpara ose u bë një veprim më mbrapa. Në këtë fazë nuk mund të themi, domethënë proceduralisht gjithmonë, që shiko është hetuar më shumë personi apo është hetuar më shumë vepra penale. Dosja është dinamike, jemi si thosh under construction, domethënë duke punuar. Gjithsesi, është duke lexuar dosjen, a mund të thuhet edhe për ju, zoti Elezi, që duket se është disi e sforcuar mënyra se si prokuroria ka rrëmuar për të gjetur diçka tek zoti Veliaj? Meqense e sqaroi ish prokurori që ku është fokusuar më shumë te vepra penale apo tek personi. Në shumë element që janë element edhe teknik, pa tjetër që prokurori dhe ato specialistat e fushës që i njohin dhe i din mirë, po unë du të theksojmë vetëm të ky fakt. Merret, kur një person është në hetim, pra do ngrihet një akuzë, kuptohet që do merret një masë. Në këtë rast është një masa e arrestit për zotin Veliaj, mendoj unë që është një masë e drejtë për arsyeën sepse zoti Veliaj është një ndër njerëzit më të pushtetshëm, në njerëzit me shumë pushtet se kryetar bashkie dhe më të pushtetshëm politikisht. Kështu që persona të tillë që kanë mundësi të ndikojnë në hetime, patjetër që kjo do ishte masa e arrestit, sepse veprimi i parë logjik është ta izolosh personin nga mjedisi që ai mos mundohet të deformojë apo të dëmtojë provat e mundshme. Kështu që nuk ka një çudi, po ti je politikan i niveleve të larta, të akuzohesh për korrupsion dhe mos kesh mas arresti mund merret për njerëzit e rëndomt, mund mos merret kjo mas, sepse dihet që sa do të jetë organizuar një kriminal ka 3-4 veta apo rreth vetes edhe mund të izolohen, por për persona të tillë që kanë rrezikshmëri shumë të lartë, persona të tillë politikanë të korruptuar kanë një tejkalim të pushtetit nga ana e SPAK me arrestimin e një zyrtari që është në detyrë, sepse zoti Veliaj është në detyrë. Po të jesh politikan, të jem unë politikan, në kryetar bashkie dhe unë të kem kry veprën e korrupsionit, që ato ja kanë vërtetu pa tjetër, dhe të më lësh mu të lirë, unë i kam gjitha forcat dhe mjetet... Nuk është pandeur, zoti Veliaj, e ka theksuar të saj. Po, e kanë për pandeur e kanë thirrë, dhe për që e kanë thirrë? E kanë thirrë ta hetojnë për ta... Na e sqaron, ju e një jurist... Ato e kanë thirrë, po, mund ta sqaroj prokurori, po aty fakti që e kanë thirrë, ku pa tjetër që do jeti pandeur të nesër, pavarësisht është periudha që ato për ta sqaruar pak statusin. Janë fazat e një personit që është në ndjekje penale, pra janë zotit Veliaj është regjistruar emri i tij në regjistrin e njoftimit të veprave penale që ndodhet pranë prokurorisë SPAK. Pra është person në hetim. Është person që i atribuohet një fakt dhe në bazë praktikës të gjykatës lartë, sepse edhe praktika e procedimeve dhe për çështje të ndryshme, qoftë civile, qoftë penale, përcaktohen në gjykatën lartë. Kemi një vendim unifikues gjykatës lartë, e cila edhe për masën e sigurimit ka qenë prokuria e Durrësit atëherë që është caktuar masë sigurimi, që mund të caktohet masë sigurimi ndaj një personi që është në hetim apo është i panderur dhe thotë që në 34 të drejtat e personit në hetim janë të njëjta si drejtat e panderut. Pra ai është person në hetim, ai e di se për çfarë fakte që i atribuohen, nuk është marrë zyrtarisht i panderur si mas në 34 të procedurës penale. Pra me marrjen të panderur është një akt i njoftimit të akuzës, është akt i njëanshëm që merret nga prokurori dhe i njoftohet panderut dhe mbrojtësit i tij. I njoftohet Velis që zyrtarisht SPAK-u ka këtë akuzë. Tash kjo fazë është person në hetim, mund të caktohen masë sigurimi, sepse nuk është një rregull, do të thonë që bëhet vetëm për Veliajin, por është për shumë persona, për gjithë qytetarët ky rregull zbatohet. Është ndjekësi praktik që në përfundim të hetimit. Po, si po kthehet në normë masa e sigurisë arrest me burg? Dhe e kemi parë dhe në prokuroritë e tjera të rretheve, por tashmë duket se po kthehet në normë edhe nga ana e SPAK. Tani këtu është mendimi im personal, mendoj që është tepruar çik me arrest me burg, jo vetëm rastin e Veliajit, por edhe në rastin e ish presidentit Berisha dhe rastin e Ilir Metës, por mendimi tim është tepruar.
edhe ndërkombëtarët që asistojnë SPAK-un, në vendet e tyre janë praktika tjera. Për shembull, edhe ish presidenti i Amerikës, që është sot president, ka qenë me 98 akuza në gjendje të lirë. Kryetari i Bashkisë Parisit, Berlusconi, ke shumë persona që janë këtu për shkak të statusit të tyre që zgjedhen edhe nga populli, por ka një vullnet të zgjedhur për mirë. Pa mund të jetojë edhe gjendje të lirë. Edhe rasti Charles McGonigal, rasti i fundit, ky person u jetu në gjendje të lirë dhe në fund fare u dënu me 4 vjet burg, shkoi boni burgun, domethënë ka filluar dënimi i tij me burgim. Kemi dhe në kuadër të kësaj, kemi dhe vendimin e fundit të gjykatës së Strasburgut për Zoti Gëllçi, që thotë shikoni, kujdes me masat e sigurimit arrest në burg. Sepse po të mos kishe pas Zoti Gëllçi arrest në burg, nuk të ishte një vendim Strasburg kundra Shqipërisë. Sepse edhe titullin e vendimit Strasburg, po ta vesh re, Gëllçi kundër Shqipërisë. Pra është një minus që në Shqipëri, domethënë, mund vendoset dhe masa ekstreme. Duhet shiku kjo. Me gjithë respektin për prokurorin, paralele nuk mund të hiqen mes Shqipërisë dhe Amerikës ose vendeve të tjera, sepse atje ka institucione shumë më vështirë. Këtu të zhdukin serverin, këtu të zhdukin protokollet, të zhdukin proces verbale, këtu t'i bëjnë gjitha më. Nuk ka një administrat, një burokraci këtu që është aq skrupuloze që nuk lejon të prekësh gjë. Këto mund marrin, mund të fshin çdo gjë, se ne e hasim për ditë. Këto nuk se respektojnë detyrimet kushtetuese, institucionet e rëndësishme të këtij vendi. Domethënë, pabesueshmëria në institucionet e këtij vendi është aq e madhe që po rrjedhoj, jep indicën që SPAK kuptohet, është në alarm momentin që ndjek persona të tillë. Dhe pse është në alarm? Është në alarm se kanë edhe fuqi ekonomike, edhe fuqi kriminale të padeklaruar këta, sepse kot nuk kemi këtu. Në qoftë se krimi nuk do kish fuqi politike, nuk do ishim në këtë drejtë. Pra kjo dihet në një makroanalizë. Atëherë në një analizë konkrete, ato janë detyruar të marrin masa ekstreme. Sidomos kjo është e detyrueshme për politikanët e nivelit lartë, të bëjnë gjëmën por një politikan i nivelit lartë, sepse normalisht ka mundësi të ushtrojë të fëmijët të gjitha hallkat. Unë e kuptoj prokurorin, ndërsa rasti i drejtorit po mos krahaso rastin e drejtorit të televizion, unë nuk po them që të kthehet normë. Po them që është gjëja më normale që Fiori, është gjëja më normale te politikanët e nivelit lartë. Po, edhe për qytetarët aty ndryshon. Burg. Kemi shumë Fiori, po të gjithë jemi të barabartë për para ligjit. Të gjithë jemi të barabartë për para ligjit. Jemi të barabartë para ligjit, po ju bini dakord për qytetarët e thjeshtë, ndërkohë që nuk bini dakord për politikanët. Po jo pra se kanë fuqi, kanë forcë për të fshehur dëmtuar fakte. Të gjithë barabartë për para ligjit, pra. Po jo mos se jemi të barabartë, nuk lidhet me barazin para ligjit. Jo, po me çfarë lidhet? Lidhet me se si e gjykon masën e arrestit prokurori dhe si vendos gjykata mbas fakteve, mbas rrethanave që prokurori ngriti shqetësimin, ish prokurori ngriti shqetësimin që kjo ndodh, ky fenomen. Jo, dhe prokurori pak a shumë këtë që them unë tha që do më në vendos prokurori mbas rrethanave, nëse do jetë rast pas rasti, do më nuk mund të ketë një rast për gjithë. Sa shu i bje mos të futet asnjë, po të ushtit barabartë para ligjit. Nuk jemi në kushtet që diskutojmë për barazi para ligjit. Jemi në kushtet diskutojmë për rrethana. Unë them, qytetarët e thjesht nuk kanë rrethana në shumicën e rasteve që dhe forcë për dëmtu prova dhe fakte, ndërsa politikanët kanë forcë për dëmtu prova dhe fakte. Dhe logjika çon që SPAK ndaj politikanëve duhet ta marrë, të izoloj. Dhe ndaj qytetarëve thjesht duhet të jetë më tolerant, edhe unë e pranoj këtë. Për shembull, unë logjikisht them ndrim me drejtorin e RTS-s. Edhe unë po të më pyesësh logjikisht, po çka ka ky, s'ka gjë në dorë për të bërë se s'ka forcë të tillë pushteti dhe politike që për të bërë, domethënë për të dëmtuar provat edhe faktet edhe mjedisin. Për të mbetur pak tek zoti Veliaj, sigurisht që arrestimi i zotit Veliaj ka krijuar një situatë kaotike edhe për të mos thënë tërmet edhe në Partinë Socialiste. E prisnit ju këtë ndryshim kursi në raport me SPAK? Sigurisht, nuk është treguar Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama aq drastike sa Partia Demokratike dhe zoti Berisha, por gjithsesi kemi një lloj luhatjeje. Se prokurori mund të kuptoj më mirë në atë që them unë, është edhe politike po sa edhe teknike. Në momentin që ti merr për të godit gjithë kastën politike, domthonë kastën e korruptuar politike, nuk është aq e thjeshtë. Nuk është si me një organizatë kriminale ose me një person të inkriminuar në jetën e përditshme. Persona të tillë kanë lidhje dhe influencë dhe funksionojnë në rrjet, nuk funksionojnë në mënyrë individuale. Pra që do të thotë që ai ndër aktivitetin e vet
kriminal ekonomik e kanë ndërlidh ngushtë edhe me persona tjerë, edhe me hallka tjera, sepse nuk mund të pastrosh parat në këtë vend, duhet fillosh të implikosh nga guvernatori, bankat e nivelit 2, institucione tjera, pra rrjeti shkon shumë i madh. Dhe është shumë e vështirë për një prokuror të thush, merr Erion Velin, kur e merr Erion Velin, ai del edhe një rrjet e madhe që se mban dot. Dhe kjo fillon edhe hap probleme dhe vështirësi. Kjo është arsyeja që ne njëherë fillojmë dhe gjykojmë. Or, a kanë forcën këta prokuror që të veprojnë si të ishin kushte normale? Se janë kushte normale, sepse në Amerikë nuk mund të kapësh ti me gonigalin dhe me gonigalin dalin rrjet e madhe. Pra ju mendoni që këto qendrime mund të frenojnë punën e SPAK? Patjetër që s'duhet, po si mund është Daça është një prokuror që nështë ka vu kokën rrezik. Është një prokuror i cili ka ndërmarrë për të përballë me krimin më të ashpër në Ballkan. Dhe krimi më i ashpër në Ballkan është në nivelet politike. Tash ai prokurori unë nuk e njoh, as e di. Po unë i bashkangjitem dhe i jap kurajo për faktin që ka marrë një mision shumë të vështirë mbi veten. Si s'duhet, ato janë njerëzit që ndërtojnë akuzat, si s'duhet, në janë shturë gjithë media, gjithë analistat, prokurorit për procedurë. Ose pse unë nxej një ditë një prokuror me Erion Velin, duan ta masakrojnë prokurorin. Ka rregulla në sallën e gjyqit, ka disa rregulla që ish prokurori i njeh shumë mirë, apo jo? E ka thyer, dakord, edhe mund të jetë, po është kaq thelbësore ajo në raport me mjedisin. Si funksionon në një sallë gjyqi? Komunikimin prokurori edhe personi që është nën akuzë e kanë me gjyqtarin, apo jo? Si rregull i drejtohet gjykatës, sepse është gjykata që drejton procesin. Por ka dhe replika gjatë procesit. Tani, në replika, normal, i Panderi është në gjendje... Tension, pa tjetër. Tension, se ka ndodhë është i agjituar, sepse ka ndodhë një ndryshim i mënyrës e jetesës. Pra, vjen nga burgu në shtëpi, vjen nga burgu në sallë gjyqi, ndërkohë që ishte në shtëpi. Detyre organet procedus, duhet mos bi prej provokimit, se edhe të provokon që të dalësh jashtë vetes. Se prandaj është edhe ne jemi trajnuar, kuptimin që edhe kemi bodhe kurse, që të mos bim prej provokimit, se mund provokoj, mund të fyet. Ne s'duhet të shkelim etikën, ka regula etik, komunikimin. Pra janë regullat e sallës së gjyqit. Regullat e sallës së gjyqit, sepse të provokon nga më të ndryshme. A e nxerë në herë, prokuror tjetë, ka ra mund nxerë në herë? Se njëri edhe t'i nxerë. Gjersa jam në atë punë, duhet me heqë i notin dhe me nejtë atë. Jem dakord. Sepse pranaj më karastis dhe kemi dhonë dorën fund njëri të, se më kanë marrë erdi dikush, ka përceu, mori dosen, i iku, në kutimin duke na shfyet, duke na fund farë, kanë fali isha i agjitum, se janë momente sepse tjetit i ndryshon mënyrë e jetesës. Qartë. Edhe fynë, edhe komentër... Ashtë më rëndësishme merremi me thelbin këtë rast, apo merremi... Jo se është e parëndësishme ajo. Bëri pyetje. Prandaj, si funksionon në sallën e gjyqit? Në rast edhe këtu, e zëmë se një prokuror tha një fjalë fyse, që i Panderi nuk i pëlqen. E marrë të mirë qenë. Ti ke mënyra se si procedohet në rastin. Mund të kërkosh zëvendësimin e prokurorit, nëse ti ndjen ose mendon që është shkelje etika, i drejtohet Inspektoratit Lartë Drejtësisë, ILD-s nëse ka shkelje apo jo. Por ju personalisht, sepse domethënë ti s'mund të thush vetë, domethënë ti çka ke, duhet lesh gjunë, pra duhet lesh me shkrim. Dhe me shkrim bëhet qoftë përjashtimi prokurorit për këto etike, për këto sjellje, pavarësisht duke e marrë në propocion dhe me sjelljen e Panderit, se do shifet audio për shkak ose do dëgjohet audio. Dhe është një tjetër që e çmon këtë nëse ka shkelje apo jo. Saktë. Dhe për të mbetur pak tek heshtja e ambasadës amerikane, si e keni lexuar ju këtë heshtje pas arrestimit të zotit Veliaj? Më pas ka ardhur edhe tërheqja e zyrtarëve të OPDAT, tashmë në SPAK nuk ka më le të themi ekspert amerikan. Fjori, ambasada amerikane ka kohë që mbas largimit të ambasadores, Yuri Kim ka kohë që domethënë nuk është shumë aktive, nuk e shohim shumë aktive në media ose në opinion për shkak qëndrimeve të tjerë me radhë. Dhe unë këtë nuk mund ta dim se sa ambasada amerikane është në heshtje apo vazhdon të ketë ndikimin e vet. Ndikimin e vet ambasada amerikane duhet ta pranojmë, ana është normale, as është normale, kjo është tjetër temë diskutimi. Duhet ta pranojmë që e kemi pas prezent gjithmonë. Dhe pa shtyrjen e ambasadës amerikane të këtyre proceseve ne do kishim mbetë në vend numëro. Pra do ishim në kushtet që për gjithë sistemin e drejtësisë, zinxhiri nuk mund të prekë zinxhiri i pandëshkueshmërisë. Dhe fakti që ambasada amerikane është
do më në thojza në heshtje, është një shenje mirë, sepse në çkuptim më shenje mirë, sepse ata mendojnë që institucioni i Shpakut është konsoliduar mjaftueshëm, sa të vazhdojë dhe të ecë në këmbë të veta për të kryer detyrimet e veta kushtetuese, për të cilat është parashikuar edhe në kushtetutë edhe në ligj. Dhe mendoj që edhe pse ne shohim në heshtje, bashkëpunimin ato do e vazhdojnë. Është një frikë e madhe që thuhet për rastin e ndryshimeve në administratën me fitoren e Trump, po unë du të them këtë që në një këndvështrim të problemit duke pas parasysh se cila është qasja e presidentit Trump dhe administratës ndaj pikërisht personave që merren me pastrime parash të drogës, vepra tjera të rënda kriminale, për shembull në Amerikë, zoti Trump fushat tha që do shpall organizata terroriste. Pra, ne duhet presim një ashpërsim të luftës në Shqipëri. Dhe gjithë ta që shpresojnë, i ke partit nxirr, edhe Rama edhe Berisha e ka konsideruar organizatë kriminale. Mirë, dakor, Nga tjetër, Zoti Rama ka thënë që rrezikojmë të kthehemi në një republikë prokurorësh, nëse unë e Fjori, edhe pse këta nuk kanë një rrezik politik për trujt skalionet e veta, pra një pak nxirr, sepse pritet nëse Trump shuhet që i mban premtimet e veta dhe është shumë bile edhe i te i kalon, mendoj që ta shosh gjithë problemin në këndvështrim, që gjithë ata që bëjnë këtë pastrimin e parave drogës, dhe kjo në Shqipëri është prezent, në raportet e Departamentit Shtetit, institucioneve ndërkombëtare, kjo dihet, edhe kullat edhe veprimtarin që ne e shohim me sy për ditë, po s'ka guxim ta prek kush, dhe po të referohesh kësaj do forcohet mbështetja për SPAK dhe lufta e SPAK-ut ndaj këtyre. Gjithë ato që i rën mendja që SPAK do dobësohet në raport me këtë, mund të hiqen SPAK veprat e thjeshta se SPAK tash edhe për 500.000 lekë, për 5 milion lekë të ndjek SPAK, ose për vjedhje makinash ndjek SPAK. Këtë pse me qëllim e kanë bërë që këto vepra të thjeshta penale ja kanë ngarkuar SPAK, sepse po të ngarkosh ty më shumë se ç'duhet me problematik, patjetër që je më pak eficient. Por mendoj që në të ardhmen SPAK do shtojë veprimet dhe Trump do jetë administrata e Trump do të jap një shtys kësaj goditje pikërisht në këtë fushë, në fushën e pastrimit parave drogës. Zoti Karanja, ju si e shihni aktivitetin e SPAK? Kemi një tërheqje të amerikanëve, ndërkohë që është folur gjatë që është një investim amerikan ky institucion. Po ta vesh kemi një ndryshim të politikës amerikane, jo vetëm për SPAK-un, domethënë, por për gjithë Evropën dhe për gjithë botën. Dhe po t'i vesh edhe lajme dhe nuk mund t'jemi të shkëputur nga ngjarjet që po ndodhin dhe opinionin ndërkombëtar, qoftë edhe në Ukrainë. Pra ka edhe një ndryshim i Amerikës për gjithë. Pyetja e presidentit amerikan edhe sekretarit shtetit është, çfarë i shërben Amerikës kjo? Pra i shërben Amerikës kjo apo jo? Dhe në përfundim të 90 ditësh që është lënë verifikimi, nëse nuk i shërben, pra domethënë interese siç tha dhe zotëria para me, dhe atëherë do mbahet 100 ditë. Deri tash shohim një tërheqje të plotë. Pra nuk kemi as lloj reagimi, as lloj. Kemi parë për shembull, sepse ne i shohim me lajmet ndërkombëtare, USAID që ka mbështetur shumë institucione në Shqipëri, i hoqën dhe tabelën me çekiç, po ta kesh parasysh, është quajtur, domethënë, është edhe vetë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është quajtur një organizatë e jashtëligjshme. Që ne do presim si do shkojë, domethënë, si do shkojë zgjidhja e vetë në Amerikë, çfarë qëndrimi do marret me USAID-in dhe me organet që kanë qenë në Shqipëri dhe kanë ndjekur reformën drejtësi. Edhe këtu ne del që ne duhet shohim, edhe ne si shqiptar, duhet shohim dhe vetë si ndërtohet shtetë. Pra ne na ka dhënë eksperiencën, janë institucionet krijuara tashmë, s'kemi pse t'i shemin, ecim para, ka vend për përmirësim, ti përmirësojmë. Tani ne e morëm atë ndihmë, tash pse ta prishim, siç ndodh me shqiptarët, e prish dhe fillon nga e parë, ne s'kemi çfarë fillojmë nga e parë, ka vend për përmirësim, duke filluar, domethënë çdo lloj shqetësimi, qoftë i qytetarëve, qoftë i qeveritarëve, qoftë dhe i opinionistëve dhe i medias, mund shikohet kur ka vend për riparim. Neve duhet të fillojmë që të ecim vetë. Pra të iki koha që ne themi ndërkombëtarët. Keni vënë re një lloj tendence nga ana e SPAK drejt show, duke kur them show është në thonjza, sepse ne dim që SPAK gëzon një besueshmëri të lartë tek qytetarët shqiptarë, madje është institucioni me besueshmërinë më të lartë. Pak më parë tham, apo e kthen masën arrest në burg në normë ky institucion apo jo. Nga ana tjetër ka dosje shumë të rëndësishme, siç është 21 janari,
që nuk i jepet, nuk pompohet aq shumë sa që le të themi marrin hapësirë dhe u jepet hapësirë pikërisht të arrestimeve të kohëve të fundit. Pyetja që bëhet më shpesh në marrëdhënie me SPAK, në raport me SPAK është kush e ka radhën. Pra, apo kënaq orekset e qytetarëve SPAK në një farë mënyre? Tani, nëse një politikan ose kushdo që ka bërë një vepër penale, duhet përgjigjet para ligjit. Tani përshofim edhe një pjesë e politikanëve që deri dje kanë qenë të pandëshkurshëm, sot po kanë të pacënueshëm. Deri dje ishte e vështirë me arrit tek një jurist ose tek drejtor drejtorie, sot SPAK-u ka marrë pandehur, domethënë rezultar shumë clarë që më para nuk mund të imagjinoheshin. Tash lidhet me publicitetin që ka, domethënë ne shohim shpesh rrjetet materialeve në media, këtu ka vend për përmirësim që po diskutojmë, që gjëra të tilla mos ndodhin në të ardhmen, mos dalin detajet dosjes në pra, se vetë politikanët ta ka thënë SPAK-u, tash SPAK-u po bë detyrën, tash i themi pse SPAK-u. Tani duhet pra në kuadër të përmirësimit edhe këto dalet media, për shembull edhe gjërat personale, edhe rasti Erion Velis, për shembull dolën detaje intime, veshje rrobash, domethënë blerje, këto gjëra s'duhet dilin. Sepse krijon një imazh negativ edhe për personin, pra i bën një gjyq publik këtij personi pa marrë gjyqje. Dhe i ve jam dakord që mund të ketë shkelje me paratë e shtetit janë blerë të brendshme, nuk është pra, nëse është e vërtet, këto s'duhet dalin publik, duhet jenë dosjes, edhe se këto dolën, pra doli vendimi. Pra ne po them, apo kënaqet oreksi i qytetarëve në këtë rast? Oreksi po kënaqet se qytetarët lajm don. Ato lajm shqyqy që kanë gjetur, pra kjo duhet ikë si praktikë, jo vetëm te Velia, por edhe raste tjera, domethënë mund të jetë një reagim zyrtar i shkurtër për çfarë veprash je nën e tij, por jo detaje. Dhe në kuadër të kësaj, po pikërisht kësaj strategjie në thonjza që po ndiqet nga ana e këtij institucioni, pritet që të ketë, dhe duke qenë se pyetja më e zakonshme që bëhet në raport me SPAK është kush e ka radhën. Mendoni që do të ketë, le të themi, veprime të tjera nga ana e SPAK, masa të tjera sigurie, arrest me burg përpara zgjedhjeve të 11 majit, apo nuk kanë lidhje, le të themi, zgjedhjet me aktivitetin e SPAK? Është thjesht çështja fatesh hetimi. Fiori, pavarësisht se SPAK është një institucion që nuk ka lidhje, nuk duhet ketë lidhje, domethënë dhe influenca në politik për shkak të veprimtarisë, fokusit që ka në këtë moment, patjetër që ka edhe ndërlidhje. Se të drejt bile edhe drejt për drejt. Pra duam ne njerëzit vetë në opinion e konsiderojnë SPAK-un si një formë opozite, duke mos pas besim te opozita aktuale. Nuk e ka justifikuar opozita aktuale përplasjen me pozitën në raport me situatën në cilët ndodhen vendi. Dhe çfarë ndodh? Veprimet e SPAK-ut në një farë forme kanë argumentuar shumë akuza për cilat opinioni publik ka qenë i bindur, akuzat e korrupsionit të hapur. Dhe po të shohësh ne jemi në kushtet që këta kanë kryer korrupsion të hapur, nuk kanë ditë as të fshehin, as nuk kanë tentuar të fshehin. Dhe pse lind kjo? Fakti që këto do mund të tregojnë kaq pa kujdesshëm me gjëra të tilla, siç janë tendrat e përditshëm, tregojnë që kanë probleme edhe më të mëdha. Dhe ti je sigurt që SPAK nëse vazhdon do të përfundojë te familjarët e këtyre politikanëve të rëndësishëm, edhe te oligarkia, e cila normalisht është edhe oligarkia sado që mund të jenë të sofistikuar ato dhe mund të kenë specialista, nuk mund ta fshehin. Domthon po morë me krim do lësh gjurmë. Dhe rrezikojnë. Domthon në një ardhshmëri këto fokusi i SPAK do jetë këtu, pikërisht këtu do jetë. Edhe te politikanë që kanë futur durë të votat, sepse degeneroni gjithë sistemi se preket vota. Domthon gjithë ne duhet të dalë strukturë për primin do jo edhe ato që e kanë prek më përpara, se për shembull fakti që ndaj Damian Gjiknurit që ka dalë me zëre me figurë, nuk ka asnjë veprim, ose fakti që këta njerëzit që deklarojnë që vjedhin vota i gradojnë në nivelet e larta politike, tregojnë që këtu problemi më i madh është politika dhe te domosdoshmëria që SPAK të ndërhyjë te krimi më i rrezikshëm. Krimi më i rrezikshëm, krimi që lidhet me votën. Zoti Karanja, një fjali të fundit. Çfarë pritet të ndodhë përpara zgjedhjeve të 11 majit, sepse duket se nga veprimet e SPAK varet edhe fati i rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit. SPAK-u nëse është në detyrën, është duke bërë detyrën e vet. Kështu që të vazhdojë të bëjë detyrë, nuk ka një kufizim në kodin zgjedhor ose me një kufizim tjetër, që kur është për mas sigurimi, se po heqim fjalën arrest, por kur është për mas sigurimi mund të jetë mas tjetër. Mos ti caktoj këto masa, sepse mund të ketë vepër që duhet caktuar mas sigurimi, se nga njëna ka dhe anën tjetër, që duhet arrestuar robi para se të zgjidhet kuptimin që ose ta izolosh, ose ti ke probleme me shtetin.
Maro probleme me shtetin, pastaj vazhdo zgjidhur. Pra kjo gjë gjithsa nuk është sankcionuar në kodin zgjedhor ose me një kufizim kushtetues, SPAK-u duhet bëjë detyrën pas ne 24 kodit procedurës penale që ushtron ndjekjen e akuzës në gjyqin e shtetit. Sepse po të mos frenohet tash të mos bëjë detyrën, atëherë themi që ka shkelje. Nuk po bëj detyrën, se keq bësh detyrën, keq mos bësh detyrën. Zoti Karanja, ju falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne. Gjithmonë i mirëpritur Zoti Elezi në breaking. Faleminderit. Në këtë moment do të shkojmë tek Zoti Rama, ka një komunikim. Po edhe bakshish, që është termi turk për këtë frazë për të marrë një leje, një licencë, po edhe dokumente që vërtetojnë që janë gjallë, ndërkohë që çdo gjë tani është në internet. Numri i përdoruesve është i jashtëzakonshëm sepse shkon shumë përtej numrit të banorëve. Edhe të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, nga Italia në Greqi e deri në Australi, mund të marrin shërbime nga qeveria dhe administrata për qëllime të marrjes së dokumentacioneve. Nga ana tjetër kemi ecur shumë përpara tani më në procesin e integrimit evropian dhe kërkojmë të bëhemi antar brenda kësaj dekade. Kemi po kështu një plan mjaft ambicioz bashkë me Komisionin Evropian për të përmbyllur negociatat brenda 2027-s. Është një dritare e jashtëzakonshme mundësie dhe jam i sigurt që nuk do të qëndroj hapur gjithmonë. Kështu që duhet bëjmë gjithçka mundemi për të mos ta humbur. Duke përdorur inteligjencën artificiale, po e bëjmë këtë punë në një mënyrë shumë të ndryshme, me një shpejtësi krejt tjetër, sepse vetëm për të transpozuar korpusin ligjor të Bashkimit Evropian, sikur edhe mekanikisht, në korpusin kombëtar legjislativ do të kërkonte një ushtri përkthyesish, një ushtri hartuesish, ligjshkruesish e shumë njerëz të tjerë. Për Kroacin që në fakt pat një rekord mbreslënës për të bërë antar në BE, ju deshën 7 vjet. Ne duam ta bëjmë edhe më shpejt sepse po krijoj modelin që jo vetëm transpozon kohë reale, por është i aftë të na jap atë çfarë quhet pajtueshmëria me legjislacionin ton. Po kështu është e aftë që t'u jap atyre njerëzve që duhet përgatisin gjithçka për qeverinë, për parlamentin, aftësinë që në një farë mënyre të shohin si në një pasqyrë ngjashmërisë apo mos përputhjeve të asaj çfarë kemi këtu dhe çfarë vjen nga BE-ja. Një pjesë tjetër e këtij modeli është ajo çfarë po pilotojmë tashmë në Ministrinë e Drejtësisë. Ku po gërmojmë në pirgjet masive të ligjeve, pra sa më shumë na duhet shteti së drejtës, aq më shumë ligje duhet kemi, këtë e dim nga italianët, për të identifikuar të gjitha mbivendosjet, sepse nuk është fort e rrallë që diçka që ti meriton të marrësh nga një ligj se merr dot sa një ligj tjetër thotë jo. Është një punë e jashtëzakonshme që manualisht do të ishte e pamundur e që po bëhet tashmë përmes inteligjencës artificiale. Blendi përmendi prokurimet. Ne nisëm nga një vend shumë i zymt, ishim të fundit në rajon, sa i takon cilësisë dhe integritetit të prokurimeve, ndërkohë bazuar në vlerësimin e fundit të Sigmës që vepron në emër të Bashkimit Evropian, jemi kryesues në rajon tashmë me 80 nga 100 pikë. Ndërkohë që vendi i dytë është me 70 pikë dhe kjo për cilësinë
autonominë dhe integritetin e prokurimeve. Por ne jemi edhe më ambicios se sa kaq, po punojmë me Microsoftin për të përgatitur prokurimin me inteligjencë artificiale 360 gradë, që praktikisht do të jetë modeli i parë në Europë i prokurimeve pa kontakte njerëzor në 95% të procesit. Shpresojmë që deri në fund të vitit tjetër ajo do të jetë gati për të funksionuar. E pastaj asnjë vend mesdhetar i Bashkimit Evropian nuk mundet të na thotë që kemi probleme me integritetin e prokurimeve publike, sepse mund të sfidojmë. Pastaj do të ndiheshin në turp. Pra, çdo gjë po shkon drejtimin e duhur, por thënë kjo, ajo çfarë po vjen tashmë këtu përmes kësaj dore atipike të ngrohtë franceze është tejet e mirëpritur, sepse hapja e këtyre 3 drejtimeve të mëparshme që theksoi Emmanuel nga fabrika e inteligjencës artificiale për të bërë kampion në qeverisjen elektronike të jashtëzakonshme deri tek qendra e të dhënave të turizmit, e logjistikët e deri tek qendra e dhënave tregtare. Dhe shtuar të gjitha këtyre, çdo gjë do të funksionojë me energji të gjelbër, që është diçka tjetër e jashtëzakonshme. Deri më sot s'kemi bërë plan për ndonjë objekt bërthamor, kështu që besojmë tek objektet bërthamore të Francës na ndihmojnë kur kemi nevojë. Ju besojmë, kemi besim te ju. E di, Katerin, sa më pak mbretëror bëheni aq më njerëzor dukeni. Kështu që ka një lloj humanizmi nga pala franceze së fundi. Jemi shumë të lumtur që ta shohim Francën bëhet pak më njerëzore, më humane. Së fundi në radhë, por jo nga rëndësia. Më duhet të them shumë faleminderit disa njerëzve, sidomos disa njerëzve këtu që janë thelbësor për ekosistemin, që punojnë si fqinj të mi të piramida, që janë djemë të plug and play të jashtëzakonshëm. Ata që punojnë të Tumo dhe po kështu po presim që të çelim dyer për Ecole 42. Kam qenë atje, kam parë kaq shumë tryeza me kompjuter që presin njerëzit të vinë, por baza është krijuar, do të jetë një Minutat e fundit të transmetimit, si çdo ditë, ja dedikojmë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte një ish banor, Bernard Hulme. Gjithashtu, bashkë me ne do të jetë edhe gazetarja nga Kosova, Egzona Shigjeshi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini në Breaking. Mirë se ju gjejmë. Egzona, do ta nis me një pyetje të drejtë për drejtë. Kush del sonte? Në fakt, mendoj që sonte del Shkelzeni, jo mes Shkelzenit dhe Visarlos, por mendoj që më shumë më i rrezikuar është Shkelzeni. Pasi duke marrë parasysh që Visarlo është goxha aktiv aty brenda shtëpisë, krijon vazhdimisht situata me konkurrentët e tjerë, qofshin ato të mira ose qofshin pak më ndryshe, mirë po është gjithnjë aktiv dhe është gjithkund aty ku janë edhe të tjerë, banorët e tjerë. Bernard, e njëjta pyetje përpara se të nisim bisedën. Po, patjetër. Unë dua Aldon, po tani na zuri një dashur më në fund, shoqyr, dhe besoj që Shkelzeni është më i rrezikuar që dalë sonte. Pra, mendoni që Shkelzeni do të lër Big Brother sonte? Është opinioni juaj, ne do të shohim se çfarë do të ndodhë, presim me padurim Prime-in e së martës, ndërkohë që do doja të bëja një pyetje, Bernard, duke u nisur nga dinamikat e fundit në shtëpi, puthjet e Laertit duket se kanë shkaktuar një tërmet të vërtet në shtëpinë e Big Brother.
Madje në një moment, Valbona i është drejtuar duke i thënë ke puthur 3 djemë brenda 24 orësh o burr. Valbona kishte më shumë hallën e saj, se nuk është si pengoj që lajër t'i putë çunat. Valbona duhet ketë parasysh që kur mendohesh aq shumë, dikush tjetër do ta puthi lajërtin, s'ka ku të shkoj. Por sido që tjetë, ishte shumë interesante, megjithëse nuk është se mund t'i jepja dot një shpjegim të plot reagimit të Valbonës, sinqerisht në shtëpi puthjet e lajërtit shkaktuan dinamika të shumta që ishin pothuajse më shumë argëtuese se sa aq të thella sa disa nga banorët dhe besoj edhe disa nga publiku i kanë marrë tepër seriozisht, me thënë drejtën. Sidoqoftë dinamikat ishin shumë gazmore dhe pikërisht ajo që kishte nevojë shtëpia për ato momente, sepse sfilata në vetvete ishte një event spektakular dhe shumë i këndshëm. Nuk më mbaj mend kem qesh aq shumë kushte disa kohë. Gjithsesi, Exona, për të kaluar tek biseda bashk, sërish gjesti mbetet në qendër të vëmendjes. Publiku e do, kërkon me insistim të di se si do të veprojë gjesti tani pas daljes së Eglit, e kemi parë disi të tërhequr, të stepur dhe është mëse e kuptueshme, sepse tronditja nuk është e vogël pas daljes së Eglit. E ka strategji edhe këtë është vërtet i lënduar apo po pret momentin e dur që të hidhet në sulm, le të themi? Po pra, me largimin e Eglit, gjesti duket se ka rënë një heshtje, edhe pse kjo më duket se i ka bërë më shumë mirë për faktin sepse Egli ishte një lloj barre për gjestin aty brenda shtëpisë, sepse nuk mund të ishte vetvetja dhe nuk mund të bënte lojën siç donte ai. Normalisht që kjo është një strategji, nuk mendoj që gjesti është lënduar aq shumë nga largimi i Eglit, pasi e dim që gjithë fokusi i gjestit është loja dhe dëshiron që atë lojë ta bëjë siç është më së miri. Por natyrisht që janë ato ditët e fillimit kur ai është akoma paksa i paqartë në atë që do dhe varësisht prej vjedhave të ngjarjes do të veprojë edhe ai. Kështu që normalisht është një strategji sepse gjesti e do atë lojë shumë dhe bën gjithçka për lojën. Bernard, si e ke parë qëndrimin e gjestit këto ditë? Unë jam pak e shumë dakord, unë besoj që është vërtet, megjithëse fjala barë është pak e rëndë, është vërtet që gjesti tani ka shumë të drejtën ndihet më i çliruar se sa më përpara, sepse nuk e ka të vëmendjen konstante nga Egli, sidoqoftë me gjesti mund duket vetvetja, është duke bërë ato batutat e tij, aktivitetet e tij në qarkullim e sipër nëpër shtëpi, veprimet e tij si gjesti, nuk më duket sikur është i mbi ngarkuar ose nuk është vetvetja. Kuptohet që me largimin e Eglit ai po mundohet të gjej ose ta gjej veten më saktë në dinamika të tjera dhe me banorë të tjerë, por mbështetjen ai aty nga banorët e ka, nuk është se ka. Thjesht dinamikat e reja do shohim se si do procedojë kjo në kalim e sipër gjatë kohës. Ndërkohë do doja të pyesja, ke bërë ndonjë tentativë për të krijuar, le të themi, një kontakt me Eglin gjatë këtyre ditëve? Nisur edhe nga raporti që keni patur brenda në shtëpi, je interesuar për gjendjen e saj? Po, patjetër. Pas disa postave në Instagram që bëra, që ja dedikova Eglit, edhe kam shkruar, por si gjithmonë po respektoj atë privatësinë që ajo ka nevojë për momentin derisa të jetë gati. Dhe besoj që shumë banorë tjerë që kanë dalë edhe mira persona nga publiku kanë bërë të njëjtën gjë. Pra ke komunikuar me Eglin? Duket se ky largimi i Eglit është vetëm një sekondë sa ta mbaroj Bernardi, të lutem, Exon. Po, ke komunikuar? Jo, përgjigjen nuk kam marrë akoma. Okej. Duket se ky largimi i Eglit është paksa misterios, pasi fansat kanë filluar edhe në rrjetet sociale të shprehen dyshime apo të ketë hamendësime të shumta se ajo mund të ndodhet diku tjetër brenda shtëpisë dhe se mund të pritet rikthimi sërish i saj. Gjë që unë nuk mendoj të paktën kështu, po e kam parë që shumë këto ditë ka pasur komente se mund të ketë një rikthim të Eglit sërish në shtëpi. Bernard? Po, janë tani
ndjekësit e rregullt të Big Brother bëjnë skenare pafund, madje ndonjëherë përpiqen të konkurojnë edhe vetë produksionin me skenaret dhe aludimet që bëjnë në rrjet. Konspirimet janë të pafundme dhe asnjëherë nuk do shtrojnë të jem i sinqert. Sidoqoftë duke pasur fatin të një Egli nga afër gjatë bashkëtesës që kishim, edhe mënyra se si Egli ndryshoi si person ishte shumë e madhe. Ishte gati pothuajse 90% si person Egli ndryshoi. Kështu që unë nuk besoj absolutisht asnjë nga konspirimet që qarkullojnë nëpër rrjetet sociale. I uroj vetëm të gjej vetën shërim sa më të shpejt pranë njerëzve më të mirë të botës që është familja jote. Sidoqoftë, mendoj që nëse rikuperimi i Eglit ose gjetja vetvetes ashtu siç ka pas qenë, siç e njoha për hyra në shtëpinë e vllajt të madh, ndodh edhe Egli rikthehet, do ishte një lumturi e paparë, do ishte një kënaqësi e paparë. Dhe për të kaluar tek gjesti, se thash të gjithë janë kurioz për të mësuar se si do të veprojë gjesti. Në një moment, gjatë shakave që ai bën, po edhe planeve se si do të vijojë loja e tij, tha që duhet të sajoj diçka, më duket se po bisedonte me Rozanën në mos gaboj për të krijuar, le të themi, një afrimitet me një vajzë tjetër, madje po hidhte edhe disa versione me Mikin, po jo se Miki është e fejuar, po kujt i afrohem se Ola ka interes për Jozin. Më duket se po e bënte me Rozanën këtë bisedë, nuk jam fort e keni ndjekur? Atëre, me Rozin po e diskutonte. Po, biseda ishte me Rozin, se Rozi tha që duhet të ngacmoj Olën pak më shumë, pasi që me Rizartën e ka provu dhe nuk e ece. Kështu që ka një terren tjetër për të filluar me ngacmu Olën, pasi kemi pa që edhe para disa ditëve kanë pasur disa ngacmime derisa Ola po bënte dush dhe Gjesi afrohej, po i dhuronte putje jashtë. Pra duke pas në mes pas. Po ishte shaka, ajo ishte shaka. Po, normalisht. Dhe i kërkoj që të flinte së bashku, tash normalisht që Gjesi do të gjejë një mënyrë tjetër për të ngacmuar ose Olën ose ndonjë prej vajzave të shtëpisë që të krijojë situata dhe të vazhdoj me ngjarjet e tjera brenda shtëpisë. Si e sheh këtë strategji të Gjesit, Bernard, duke ditur se sa është lënduar Egli? Po, absolutisht. Nuk po ham mendja se qëllimi i Gjesit kësaj radhe do jetë që të krijojë një lidhje ose një dyshe, ose qoftë edhe të bëhet pjesë e një trekëndshi. Nuk e besoj këtë fare. Unë besoj në faktin që Gjesti është ai çapkoni, ai njeriu që ka të energji të paparë, domethënë të që gjithë, jo vetëm argëtojmë me atë, por deri në një farë pike kemi dhe zili. Dhe do vazhdoj këto dinamika, do vazhdoj të ngacmoj Rizartën, do vazhdoj të ngacmoj Olën, do vazhdoj të ngacmoj të gjithë banorët që ai do ketë mundësi në mënyrë që të krijojë një lojë sa më argëtuese të jetë mundur. Që them drejtën, për sa i përket argëtimit, Gjesti është reprezentimi i argëtimit për asaj shtëpie. Dhe për të kaluar pak tek banorët e tjerë, ka patur dinamika të shumta. Dhe pjesë e këtyre dinamikave ka qenë Gerta, që gjithmonë, le të themi, gjen arsye për të krijuar debate. Gjithashtu Laerti ka patur një përballje shumë të fortë me Gertën. Si e keni parë ju këtë përplasje? Egzon. Thënë të drejtën, nuk është se më duket më interesant kjo çështja, pasi që është diskutuar edhe shumë më përpara kjo se të kam përzën nga Greqia, ka pas edhe me herët debate, diskutime të tilla në lidhje me këtë, po Gerta si gjithmonë tenton që t'i prek banorët në pikat e dobta të tyre dhe që t'i nxjerrë jashtë vetës, kështu që mua nuk më duket një lojë kjo e fortë e Gertës dhe nuk më duket e përshtatshme që gjithmonë të prek banorët në ato pika të dobta, sepse fundja fundit normalisht se çdo kohë që bën një deklaratë, se për çdo kohë që bën një deklaratë të tillë dhe për çdo banor tjetër do të reagonte në atë mënyrë. Kështu që e dim lidhjen e fortë që ka Laerti, sepse e ka përmendur vazhdimisht këtë dhe normalisht që Gerta në fundit i arriti qëllimit, por mua nuk më duket një lojë e drejtë nga ana e saj. Po, Bernard, si e sheh? Dhe do doja të të pyesja pak edhe për riafrimin e Rozanës me Gjestin.
Po. Në lidhje me tërkëndshën Rozana, Gerta dhe Laerti, jam dakord me Egzonin, nuk ka absolutisht asnjë gjë të re aty. Sidoqoftë jam shumë i bindur dhe i qëndroj faktit që Gerta gjithmonë i shfaq një kundrasulm që është në nivele shumë më të larta, për arsye vetëmbrojtje. Kështu që i bashkangjitem mendimit të Egzonit në lidhje me këtë. Sidoqoftë, dinamikat e momentit në shtëpi janë të pafund edhe të jem shumë i sinqert, as nuk po e kuptoj dot se kush është me kë, kush është kundra kujt. Çfarë po ndodh me banorët? Kemi parë disa debate me Danjen me Aldon, me Gertën siç e përmendëm. Rozana me Danjën, dje kam patur përplasje të fortë. Shumë drejt, që është një dinamik ose disa dinamika shumë interesante mbas prajmit të fundit, që ishte plot me surpriza dhe ishte kjo që unë po parashikoja, po jo në këtë mënyrë. Për momentin jam pak i çorientuar, nuk e di se kush është me kë. Në lidhje me afrimitetin e Rozanës dhe me të Gjestit, është diçka që përsëri unë i qëndroj gjithmonë kur kam dhënë këto analiza, e kam thënë në një vijë që ata të dy le të argumentojnë, le të zihen, le të ngatrohen, prapë bashkë do përfundojnë edhe gjithmonë kjo ka dalë dhe ka ndodhur. Kështu që fitues, Bernard, duke ditur le të themi lidhjen e fortë që ke krijuar aty brenda me Rozanën, duke parë dhe mbështetjen e madhe që ka Gjesti jashtë, këshe nëse sonte do të zhvillojë finalja, kush do të ishte fituesi? Dua një përgjigje shumë të sinqertë, dhe ti karakterizohesh, le të themi. Okej. Gestën unë kam pas shumë pikë dobët gjithmonë, e kam mbështetur dhe më kam mbështetur gjithmonë në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë kam qenë shumë i sinqert në lidhje me banorët që kam mbështetur dhe me ato që nuk i kam mbështetur. Do doja shumë ta fitonte Gjesti, po unë shoh Rozanën në lidhje me një lojtare të kompletuar që ta fitoj këtë pikë. Egzone, njëjta pyetje, nëse do të zhvilloj sonte finalja e madhe. Të them të drejtën, ka disa lojtarë që janë të fortë aty brenda, me gjithë dinamikat që kanë zhvilluar deri më tani, por unë e shoh si fitues Gjestin për faktin se Gjesti tashmë po bën edhe 5 muaj që është brenda një izolimi. Nduket se i ka përballuar të gjitha situatat në mënyrën më të mirë të mundshme, është ai banori që nuk ofendon asnjëherë, domethënë ka pasur vazhdimisht debate, ka pasur vazhdimisht situata, por gjithmonë kanë qenë në kuadër të lojës dhe nuk kanë eskaluar dhe nuk kanë marrë ndonjë formë tjetër. Kështu që me gjithë këtë presionin e madh që ndoshta ka pasur gjatë këtyre muajve dhe gjithë energjinë pozitive që ka, natyrisht se shoh si fitues Gjestin. Bernard, Egzona, ju falenderoj shumë për prezencën, për të gjitha opinionet që ndat me ne. Gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Faleminderit, të mirë pritur për herë në Breaking, ditë të mbarë, dhe me këtë bisedë rreth Big Brother VIP Albania, ne do ta mbyllim transmetimin për sot, që jemi nesër në orën 9, qëndroni me Top News.